Të cilësuar si faktori stabilizues në Ballkan për shkak se ka një shpërndarje popullsie në të gjitha vendet e Ballkanit, më shumë se 5 milion shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe Kosovë dhe vende të tjera, gjenden sot në një udhë kryq për sa i përket të rrugës së tyre të zhvillimit ekonomik dhe integrimit në instancat europiane. Në dy vendet kryesore ku qeverinë e kanë shqiptarët, Shqipëri dhe Kosovë, jeta politike është shpesh e trazuar, duke lënë një imazh të keq në opinionin ndërkombëtar. Gazi i losjellës në Parlamentin e Kosovës dhe përleshjet fizike në Parlamentin shqiptar nuk janë një shpresë për një të ardhme të sigurt të shqiptarëve. Shto këtu edhe problemet ekonomike, ku shqiptarët gjenden të dizavantazhuar. Në Maqedoni, krijimi i shumë partive shqiptare dhe për më tepër përçarja e tyre ka ndikuar drejt për së drejti në situatën e vështirë të komunitetit shqiptar në Maqedoni. Sot shqiptarët gjenden pa drejtësi, si në rastin e Kumanovës, dhe të sulmuar si në rastin e përgjimeve të zëvendës kryeministrit shqiptar Musa Xhaferi dhe deputetes Elmira Mehmeti, ku goditja ndaj faktorit shqiptar ishte evidente. Së fundmi në Maqedoni, ashtu si në Kosovë me vetvendosjen dhe në Shqipëri me aleancën Kuqezi në vitin 2013, është krijuar Lëvizja Besa, një lëvizje me bazë nacionaliste. Lëvizja Besa doli si refleksion i të gjithë kësaj pakënaqësie të akumuluar ndër vite, sidomos me përfaqësimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Zëri i saj fillimisht u dëgjua me organizimin e protestës së datës 13 qershor të vitit 2015, në të cilën morën pjesë mbi 10.000 shqiptarë të Maqedonisë me flamujt Kuqezi. Çfarë po ndodh me faktorin shqiptar në rajon, si qeverisen shqiptarët, si janë ndarë mes tyre në disa parti, në disa formacione, a ka ardhur koha që partitë tash quajtura tradicionale të sfidohen, të rivalizohen nga lëvizjet e reja dhe është ky momenti për të pasur përkrahje në elektorat këto lëvizje? Për këtë do diskutojmë sot, por edhe si mund të bëhet më e mirë qeverisja për shqiptarët në trojet ku ata jetojnë. Me të ftuar që kam në studio, i prezantoj Paun Burko, kam të ftuar Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes Besa, të formuar Rishtazi në Maqedoni. Është hera e parë që do të krijoni, do të garoni në zgjedhjet të thirruara në 5 qershor. Faleminderit që jeni në studio, të ardhur posaçërisht në intervistë të parë kam përshtypjen në Shqipëri. Faleminderit po gjithashtu. Faleminderit. Është gjithashtu në studio Kreshnik Spahiu, kryetari i Aleancës Kuqezi. Mirëmbrëma. Është Fabian Gjill, analist, pedagog, Institutit Kanadez të Teknologjisë, intelektual i angazhuar në fakt. Në këtë cilësi e kam ftuar sot, pasi shpesh herë shihni Fabianin për tema që lidhen me krimin e organizuar dhe me kriminologjinë në përgjithësi, por sot është një intelektual i angazhuar që i ndjek çështjen e shqiptarëve në rajon me vëmendje të veçantë. Do ta nisja me zotin Kasami, jo vetëm sepse keni ardhur posaçërisht nga Shkupi, por edhe sepse Maqedonia duket se ka lajme kohët e fundit, lajme jo të mira, veçanërisht për faktorin shqiptar. Pse vendoset të hapni një lëvizje të re kur pikërisht për ankesat për shqiptarët Maqedoni lidhen me faktin që ka shumë parti politike? Pse një parti e re? Ku ndryshoni ju? Dështimi i subjekteve aktuale politike të shqiptarëve të Maqedonisë ishte një obligim i rinisë intelektuale andej që të aktivizohet në politik, nga shkaku se politikanët të cilët thirreshin në votën shqiptare dështuan që të realizojnë të drejtën e shqiptarëve për barazi dhe një jetë më të mirë në shtetin në të cilin jetojmë. Prandaj lëvizja Besa ishte një refleksion i kësaj situate kaq të rëndë të shqiptarëve të Maqedonisë dhe kjo rini intelektuale cila kishte, domethënë, mbaruar shkollimin sipëror gjithandej në universitetet e krijuara Rishtazi në Maqedoni, por edhe në qendrat më të njohura të Europës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pa të patjetërsueshme angazhimin në politik me të vetmin qëllim që shqiptarët e Maqedonisë një herë për gjithmonë të jenë popull i cili do të jenë shtet formues në shtetin e Maqedonisë, dhe kjo u kurorzua në vitin 2014 kur këta intelektual kryesisht të ri e formalizuan edhe lëvizjen Besa në konventin që u mbajt me 20 nëntor të vitit 2014 dhe gjatë herë lëvizja Besa është aktive në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë dhe pretendon se do të jetë forca kryesore e artikulimit të zërit shqiptar atje. Ku e bazoni këtë pretendim për të qenë forcë kryesore? Bazojmë edhe në strukturimin në shtrirjen në terren. Lëvizja Besa sot i vetmi subjekt politik, e vetmja lëvizje e cila ka një pranim të gjerë tek shqiptarët e Maqedonisë kudo që janë në trojet e tyre,
edhe sipas sondazheve të cilat bëhen edhe nga institucione, organizata të pavarura, Lëvizja Besa tani më është subjekti i dytë dhe shumë afër Bashkimit Demokratik për Integrim, partia e cila kjo 15 vite dështoi që çështjen shqiptare ta bëj një çështje e cila do të jetë, në fakt shqiptarët do të bëjnë një popull i cili do të jetë popull i cili do të jetë shtet formues në shtetin e Maqedonisë. Mirë, e keni ndoshta këtë optimizëm se s'keni marrë pjesë ndonjëherë në zgjedhje, shpresoj t'ja u konfirmojnë këtë besim që keni tek lëvizja, po Krishnik Spahiu e ka provuar përballjen përpara këtyre partive të mëdha, zoti Spahiu. Ka vend ky optimizëm për Besën, po dhe si është realiteti në Shqipëri? Krahasuar me 2013-ën, pak të ku i morët pjesë. Do doja të përmendja një shprehje të Hasan Prishtinës, e cila ka qenë e veçantë, e përmendur shumë pak një kritik ndaj Ismail Qemalit, por që në këtë rast do marri një kontekst vlerësues dhe kompliment për lëvizjen Besa. Hasan Prishtina, pas vërejtjeve që kishte në lidhje me 28 nëndorin dhe ngritjen e flamurit në Vlorë, kritikoi Ismail Qemalin duke i thënë: "Në vend që ta ngrinim flamurin në Shkup dhe me një Shqipëri të madhe, e ngritëm në Vlorë dhe me një Shqipëri të vogël." Prandaj komplimenti im në këtë emision është për misionin e lëvizjes Besa, i cili ndryshe nga lëvizjet e tjera politike shqiptare në Kosovë, të cilat janë fokusuar në Tetov, Gostivar ose Strug, këta kanë vendosur që bastionin e tyre dhe epiqendrën e lëvizjes politike ta kenë në kryeqytetin historik të shqiptarëve në Shkup. Dhe për këtë arsye, pavarësisht nga rezultati që do të marrë lëvizja Besa, mendoj që duhet t'i kushtohet një vëmendje e veçantë dhe një lloj vlerësimi edhe për këtë largpamësi që këta kanë pasur për vlerat, sepse sot atë çfarë rrezikojnë shqiptarët në tërësi është asimilimi i qyteteve historike, etnike shqiptare, duke filluar nga Manastiri, i cili sot është kthyer në Bitol, nga Shkupi që çdo ditë po paksohen shqiptarët, nga Tivari në Malin e Zi, e kështu me radhë në qytete historike shqiptare deri në jugun e Shqipërisë, në Igumenic apo qytetet e Çamërisë dhe kështu me radhë. Pra, në këtë kontekst do të thoja që sido që të shkojë rezultati i lëvizjes Besa, është domosdoshme që këta të maksimalizojnë votat e shqiptarëve atje edhe për të faktorizuar rolin politik të ndikimit të shqiptarëve në kryeqytetin e Maqedonisë, që është Shkupi, nga e cila është e pafalshme që faktori politik shqiptar ka hequr dorë duke u provincializuar në qytetat cilët mendoj që jo se duhet ishin jashtë vëmendjes, aty janë të përqendruar shumë shqiptar, por nuk duhet ktheheshin në kryeqytetat shqiptarëve. Do jap pak nga eksperjenca jote para se do merrem me Besën më vonë, po. Përse takon përballjes me dinosaurët e mëdhenj. Atëherë këshilla ime do të ishte, po mundohem fjalën e fundit dhe këshillën e fundit ta jap të parën. Në qoftë se do luftohet kundër gjithë dinosaurëve të vjetër dhe të mëdhenj, kjo është nga eksperienca negative të cilën ne nuk e kaluam dot pozitivisht. Do të merrni një rezultat negativ nëse nuk do të shtrini koalicionet, qoftë dhe aleancat me shqiptarët. Të paktën duhet arritur një opozitë e gjerë me aleancën shqiptare të Zejadin Selës apo faktorëve të tjerë të aleancës shqiptare, me qëllim që të maksimalizohen votat e shqiptarëve në të gjitha trevat. Unë di që ka pasur një ftesë nga Zejadin Sela që të ketë një koalicion pa kushte, në cilën është refuzuar nga lëvizja Besa, do të ishte mirë që këta ta rishikojnë nga aspekti pozitiv, sepse pavarësisht divergjencave që mund të kenë sot, kjo mund të bëjë që të korrë një rezultat negativ të gjithë faktorët opozitar shqiptar. Pra, duhet një marrëveshje do të thotë që të dyja palët fitojnë, po dhe të dyja palët të humbasin diçka. Dhe në këtë moment është e domosdoshme shtrirja e një koalicioni të gjerë. Lufta mes të gjithë të mëdhenjve do të sjellë një rezultat minimal. Se duhet t'i lë pa Fabian, do përgjigjesh pse ke thënë jo për Zjadin? Unë vlerësoj se situata në Maqedoni është pak më ndryshe se këtu në Shqipëri. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është ajo parti e cila ka qenë më herët, veçanërisht për zhvillimeve të fundit,
kur ka një tronditje të thellë në lidershipin e kësaj partie, këtij subjekti politik, veçanërisht me liderin e saj i cili më herët pas luftës së 2001-shit, i cili doli si rezultat i konfliktit të 2001-shit të shqiptarëve të Maqedonisë, sot ai më nuk është në atë pozitë të cilën ishte më herët, njëjta po ndodh edhe me liderin e deri tani shumë të opozitës së shqiptarëve të Maqedonisë, Mendo Thaçi, i cili gjithashtu pas incizimeve të fundit doli se është një dorë e zgjatur bashkë me Ali Ahmetin e pushtetarëve maqedonas. Prandaj tek shqiptarët e Maqedonisë më shpresa e vetme është lëvizja Bese dhe nuk janë liderët e deri tanishëm Ali Ahmeti dhe Mendo Thaçi, dhe kjo është ndryshimi të cilin e bën situata aktuale në Maqedoni. Prandaj, ne vlerësojmë se shqiptarët e Maqedonisë më kanë një alternativë të re që të zgjedhin mes opozitës shqiptare, mes ofertave të reja politika atje, dhe as që bëhet fjalë për zgjedhje mes ofertave aktuale të cilat janë BDI dhe PDSH. Prandaj vlerësoj se në Maqedoni do të fitojnë ofertat e reja politike, siç është Lëvizja Besa edhe partitë tjera opozitare, të cilat nuk janë të inkriminuara në atë çka ndodhi në pushtetin Maqedonas dhe të cilat janë me kuadro të pastra dhe nuk janë as pak të kapura nga institucionet maqedonase, nga lidershipi politikës maqedonas. Do t'ju thrasim dhe pas zgjedhjeve, do të shohim nëse do pendoheni për këtë zgjedhje, po kjo është zgjedhja juaj dhe në fundit prandaj jeni dhe lëvizje e re që të provoni të vetëm. Fabian, për këtë konfigurim që po flasim deri tani. Qartë, në fakt unë doja ta vazhdoja në elementin që sapo përmendëm, pastaj do të jepja mendimin tim rreth lëvizjes Besa. Zoti Kasemi ka pasur një tentativë për të krijuar një aleancë, ajo që quhet edhe Aleanca për shqiptarët, dhe ka pasur aludime që kjo aleancë është prishur në fund fare, pra ka qenë rreth 4 aktorë të rëndësishëm, përfshirë dhe Vesel Mehmetin, që keni pasur një lidhje dhe ai ka qenë negociatori që të krijojë një bashkim shqiptarësh, mbase bashkim deri diku i ri. Mendohet që pasi takimit dhe me vendvendosjen ndodhi diçka që është e paqartë, aludohet nga shtypi që ka pasur dhe ndikime të shërbimeve sekrete maqedonase. Çfarë ndodhi realisht? Sepse nga kjo pritej shumë si nga shqiptarët e Maqedonisë dhe nga ne që i ndjekim çështjet e shqiptarëve në Ballkan, por edhe nga diaspora. Po, duhet një sqarim sa i përket këtyre tentativave për bashkëpunim dhe bashkim të opozitës shqiptare atje, forcave të reja politike. Vlerësoj se situata e fundit, e cila ndodhi në RDK-n e Rufi Osmanit, e sqaron pozicionin e lëvizjes Besa karshi çështjes së bashkëpunimit opozitar. Doli që Vesel Mehmeti është i kapur nga shërbimet sekrete maqedonase, është i kapur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse zotriu i nderuar 4 vite kishte qenë i paraqitur si pedagog në Universitetin Shtetëror të Tetovës, edhe pse asnjë ditë nuk ishte shkuar në punë. E dim ne se sa është e partizuar gjithandej institucionet, veçanërisht në Universitetin e Tetovës. Dhe zotriu i nderuar doli publikisht, tha se unë do ta shkatroj apo e prishi vetë strukturën e RDK-s, Rilinjës Demokratike Kombëtare, nga shkaku se lideri historik i kësaj partie, Rufi Osmani, kërkonte me ngulm që në këtë aleancë të bëj pjesë edhe Lëvizja Besa, dhe ati u ndan rrugët mes Vesel Mehmetit si kryetar dhe Rufi Osmanit dhe pjesës tjetër të partisë RDK. Dhe këtu, nëse tani analizojmë aleancën për shqiptarët, Zjadin Sela me përkrahjen që ja bëri Vesel Mehmetit dhe jo Fadil Zendelit, i cili është krahu tjetër që kërkon që në bashkëpunimin opozitar të jenë të gjithë subjektet opozitare, jo vetëm RDK dhe Lëvizja për Reforma në PDSH, të jetë edhe Lëvizja Besa, të jetë edhe Uniteti, edhe PPD, më thënë, gjithë spektri opozitar, doli që edhe Zjadin Sela tani më publikisht me përkrahjen e Vesel Mehmetit nuk është për verzionin e bashkimit të opozitës. Fabian, vazhdojmë që kishte diçka. Ajo që do të thosha, a mendoni zoti Kasemi që kjo është një tentativë parë që nuk e di si e konsideroni si ja pozitive apo të dështuar, që ju përballeni me një sfidë goxha të rëndësishme, pra përballeni me lojën dhe me teknikat që tashmë janë të njohura nga shërbimi sekret Maqedonas. Dhe a keni ju një vizion apo një platformë se si t'i shpëtoni shqiptarët nga kurthet tashmë të njohura, po përmend të paktën 4 raste: Ladorishtën, Bit Pazarin, Gostivarin, liçenin e Smiklovës,
dhe rastin e Kumanovës e tjera, ku shqiptarët kanë qenë viktimë dhe vazhdojnë të ketë procese penale. Çfarë strategji e keni kur ne dështojmë brenda vetë komunitetit shqiptar atje? Lëvizja Besa nuk u ndal në atë dështim i cili ndodhi me bashkëpunimin opozitar. Lëvizja Besa inicoi Këshillin Opozitar, një bashkëpunim më shumë se sa vetëm i subjekteve politike, sepse edhe emri Lëvizje Besa nënkupton se ne nuk jemi thjesht një subjekt politik, nuk jemi një parti politike, jemi një lëvizje dhe vlerësojmë se çështja shqiptare në Maqedoni nuk mund të zgjidhet vetëm nga spektri politik, prandaj ne kërkuam që në bashkëpunim të spektrit opozitar të kishen gjithashtu edhe faktor tjerë të rëndësishëm, siç është sektori civil, siç janë intelektual, sportist dhe gjithë ata me vullnet të mirë që të bashkohen rreth një platforme të Këshillit Opozitar, që një herë përgjithmonë shqiptarët e Maqedonisë të jenë të bashkuar rreth një platforme dhe një herë përgjithmonë shqiptarët e Maqedonisë të kenë zërin e tyre në institucionet shtetërore të Maqedonisë. Prandaj ne do të vazhdojmë. Zërin e kanë pasur po. Po del pse se kanë pasur, sepse nëse zëvendës kryeministri. Të përgjuar, po e kanë pasur. Po se s'është ndëgjuar askundi. Shqiptarët ju a dhanë votën, po ata këtë votë e ke shpërdorën për pasurim personal, e ke shpërdorën për denigrimet të ndryshme, në aspekte të ndryshme, edhe materiale, edhe morale, prandaj derisa shqiptarët e Maqedonisë kanë pas përfaqësues të tjerë të cilët nuk kanë punuar për interesin shqiptar, po kanë punuar për një agent tjetër. Krishnik. Situata në Maqedoni është shumë e komplikuar. Unë personalisht kam vizituar Washingtonin dhe Brukselin dhe në çdo takim zyrtar dhe diplomatik që kam pasur, ata janë shumë të ndjeshëm dhe një nga porositë e veçanta që japin është kujdes, çdo tezë apo sensibilitet që lidhet me Maqedoninë. Kjo për faktin sepse Maqedonia është një shtet artificial, të cilën mendoj që e mbajnë ndërkombëtarët në një presion diplomatik. Jam i sigurt nëse nuk do të qej ai monitorim dhe ai presion diplomatik, Maqedonia do shpërboj dhe nuk do të ekzistonte si shtet. Dhe në këtë kontekst do të thoja që ka disa prioritete të veçanta dhe lëvizja Besa duhet ta shikojë në një këndvështrim dhe një optik më të gjerë, që do të thotë nuk jemi në një terren gjithë shqiptar ku këta të kenë luksin të shikojnë se kush ka bashkëpunuar me maqedonësit, kush jo. Sepse në fund, kauza e lëvizjes Besa, apo një partije tjetër shqiptare, në thelbin e vetë duhet ketë mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të shqiptarve, të cilët nuk janë minoritet, po janë shtet formus. Dhe në këtë si pjesë e një kombi shtet formus që e kësaj pakete, duhet që të ketë një trajtim të veçantë ndryshe nga çdo pjesë tjetër dhe një përfaqësim më të gjerë politik, vetëm ta mbaroj pa konkluzion. Synimi bazë për të mbrojtur të drejtat nuk duhet të jetë vetëm një opozitë e pastër, po është rruga drejt pushtetit. Nëse nuk merret pushteti, nuk realizon dot mbrojtjen e të drejta. Atëherë, pyetja është, si merret pushteti? Me 50% plus 1 të votave. I merr dot lëvizja Besa këto? Jo, për shkak të numrit, sepse nuk i ka aq. Sepse nuk pretendoj, nëse lëvizja Besa do thonte që pretendoj të marrë dhe votat e maqedonësve, mund vi. Atëherë, lëvizja Besa dhe çdo lëvizje tjetër shqiptare e ka të detyrueshme politikisht në mbrojtje të interesave kombëtare dhe të drejtave shqiptare që të gjejë çdo formulë për koalicione të mundshme. Nëse lëvizja Besa apo çdo parti tjetër do filloj kalkulimet që Vesel Mehmeti pas ka dhënë disa orë mësim dhe s'ka qenë punë fare, dhe kjo del deduksioni që ka agent i maqedonësve, unë them që është e gabuar dhe kështu i bie që t'izolohen dhe mos bashkëpunojnë me askënd. Unë jam shumë dashamirës i lëvizjes Besa, që të mirë kuptohemi. Këto janë këshilla shumë edhe Besa ishte shumë dashamirës me Aleancën Kuqezi. Këto janë këshilla shumë misore, vetëm një sqarim. Sepse janë disa kalkulime. Çështja është që sondazhet aktualisht parashikojnë stuhi në Maqedoni, qoftë për faktorin ndërkombëtar, qoftë për atë shqiptar, sepse sondazhet e fundit nxjerrin që VRMO-ja Gruevski do të fitojë zgjedhjet më thellë se ç'është në pushtet.
dhe s'do ketë nevojë, jo për lëvizjen Besa, po as për Ali Ahmetin, as për mendu faqen. Do i marrë për numra topi. Dhe në këtë kontekst, duhet që gjithë faktorët shqiptarë të bashkohen, të grisin mandatet, të ikin nga konflikti, të zgjedhin rebelimin civil për të detyruar një konfigurim të ri politik, sepse për ndryshe do të kemi një deja vu përsëri të njëjtën qeveri, përsëri të njëjtin pushtet anti-shqiptar, përsëri diskriminim të drejtave shqiptare, dhe do të kemi një realitet hidhur dhe ne do vim përsëri mas 4 vjetësh për të vuajtur situatën që po vuajnë sot shqiptarët. Krishnik, më lejoni një sqarim. Kur përmenda Vesel Mehmetin, nuk ka të bëjmë me qasjen që ka lëvizja Besa karshi Vesel Mehmetit dhe RDK-s. Dhe as që përmenda dhe as që ka të bëj kjo me pozicionin ati, unë e përmenda si shkak përse Vesel Mehmeti del hapur dhe deklarativisht se nuk është për bashkëpunim me lëvizjen Besa. Të gjithë ata opsione në kuadër të rilindjes demokratike kombëtare, përfshi këtu edhe liderin e kësaj partije, Rufi Osmani, të cilët janë për bashkëpunim me lëvizjen Besa, nuk janë në opsionin e Vesel Mehmeti. Dhe sot, Vesel Mehmeti është i vetmuar në RDK. E gjithë struktura e RDK-s, përfshi edhe Rufi Osmanin, është në përkrahje të kryetarit tjetër, Fadil Zendeli, dhe Fadil Zendeli ka një qasje komplet tjetër që të ketë një bashkim, ashtu si që duam të gjithë një bashkim më të gjerë opozitar. Prandaj, lëvizja Besa edhe më të punon që ki bashkim të ndodhë me gjithë spektrin opozitar, por derisa Vesel Mehmeti është deklaruar... Me gjithë spektrin, po me përjashtim gjithë këtyre? Jo. Shu i vje, se spektri këtë... Vesel Mehmeti ka vetë përjashtuar vetë veten nga ki bashkëpunim, sepse është deklaruar se është kundër bashkëpunimit me lëvizjen Besa. Ziadin Sela, nëse nuk e përkra Fadil Zendelin si kryetar tjetër i cili ka sfidu kryetarin në detyrë që është Vesel Mehmeti, atëherë, po delse edhe Ziadin Sela është kundër këtij bashkëpunimi me lëvizjen Besa. Lëvizja Besa për këtë shkak ka inicu këshillin opozitar ku nuk janë vetëm subjektet politike, por janë intelektual të pavarur, janë sektori civil dikund mbi 20, shoqata jo qeveritare NGO, janë mbi 30 intelektual me renome, të cilët kanë një impakt të rëndësishëm tek shqiptarët e Maqedonisë dhe ne kërkojmë të gjithë rrugët e mundshme që faktori opozitar shqiptar të jetë i bashkuar dhe të dalë i bashkuar në këto zgjedhje. Prandaj, ne nuk do të mbillemi në themi vetë rrethin e lëvizjes Besa dhe të kërkojmë të dalim të vetmuar në zgjedhje. Ne kërkojmë të gjithë variantet mundësit që të dalim bashkërisht me gjithë të tjerët, por derisa Vesel Mehmeti është i gatshëm që ta shkatroj subjektin e tij për shkakun e mos bashkëpunimit me lëvizjen Besa, ne nuk kemi çka të intervenojmë. Kush janë të gjithë të tjerët që ju kërkoni bashkëpunim në spektrin opozitar? Është Uniteti, partia më e re dal nga Bashkimi Demokratik. PDSH-BDI janë përjashtuar, ë? Ata janë vetë përjashtuar sepse janë... Jo, jeni të gatshëm i lëm ata, me qenë se ju kam një në studio. Ju jeni të gatshëm të bashkëpunoni me ta? Nuk jemi të gatshëm sepse ata doli që janë të cilët i betohen shërbimit sekret apo drejtorit të shërbimit sekret Maqedones deri në vdekje dhe deklarojnë vetë se janë më maqedonë se maqedonësit, janë më shkallë se shkallë, themi ande nga Maqedonia. Prandaj ne, përjashtuar këta dy subjekte politike, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë dhe punojmë që të bashkëpunojmë me gjithë subjekte tjera, por jo vetëm, edhe me intelektual, edhe me sektorin civil, të bashkojmë të gjithë forcat progresive në Maqedoni që të dalim të bashkuar dhe ta fitojmë Bashkimin Demokratik për Integrim. Ajo thosha që ajo që është interesante në lëvizjen Besa për të kthyer, le themi, pyetjes parë, pa çka që unë nisa jo pa qëllim me sfidën e parë që do thosha politike të lëvizjes Besa. Do të thonë lëvizja më e madhe, problemi më i madh politik që kanë shqiptarët është mos organizimi, mos bashkëpunimi. Fragmentarizimi, jemi kaq pak dhe jemi kaq shumë parti. Ballkanizimi i shqiptarëve. Dhe unë do të shpresoj dhe shpresoj shumë që lëvizja Besa të gjejë të gjitha mundësitë dhe le të themi dhe të angazhojë të gjitha kapacitetet e mundshme të pjesës, sidomos pjesës shqiptare dhe pse jo, dhe të pjesës intelektuale maqedonase, që të arrijë të krijojë një koagulim të forcave progresiste. Lëvizja Besa ka një shpresë dhe ne në Shqipëri e shohim me shumë interes. Këtë lëvizje të re është një lëvizje goxha me frymarrje interesante në një Maqedoni e cila është shumë komplekse, në një Maqedoni që është e rënduar nga parti, le të themi,
cilat vinë me qëllime shumë nacionaliste, jo patriotike, por shumë nacionaliste, nga lufta, nga lëvizja për pavarësi që është VMRO, dhe kjo lëvizje që vjen nga shqiptarët, vërtet është lëvizje gati intelektuale, vjen nga shoqëria civile dhe ka arritur të angazhojë intelektualet. Dhe kjo është pjesa më pozitive, mendimin tim, pra si e shohun lëvizjen Besa. Ta janë të njëjtë intelektual që kanë vatuar për këto partitë tradicionale deri tani. Jo, apo kanë qenë inert, nuk kanë marrë pjesë. Kanë mbajtur qëndrime kritike. Kemi parasysh që partitë politike shqiptare, të cilat kanë kaluar 15 vite në të gjithë trojet shqiptare, kanë një eksperiencë goxha të mirë që manipulojnë dhe ndërkombëtarët dhe më intelektualët vendas. Dhe ne dim shumë mirë që në këta të manipuluarit janë në fund, prap. Jo, mbase të zhgënjërit. Këta janë të zhgënjërit të cilët, por që kanë pasur kurajon të përkrajnë një parti të re. Është një parti e cila ka lindur në 2014, me një moshë mesatare të bordit drejtues gati 30-35 vjeç, të gjithë shkolluar shumë mirë, të gjithë me një eksperiencë, me një kurikulum shumë divers, pra që vinë nga disa fusha. Qëllimi është më i rëndësishëm se shkollimi. Por kanë gjetur, shiko, atë që ne shqiptarët Ilva nuk e kemi gjetur këtu. Pra, ne nuk kemi krijuar dot një forcë e cila do të mundi, le themi, elefantët e politikës. Maqedonia, pra kjo Maqedonia që brish që ne mbas edhe shikonim me një farë, le themi, nuk mund të presim dot nga shqiptarët e Maqedonisë, ja pra që do një lëvizje që duhet inkurajuar. Unë e shoh me shumë optimizëm, por sigurisht kam kritikat që ne do t'i diskutojmë bashkë. Në votimet e fundit, 40% e shqiptarëve atje nuk morën pjesë. Çfarë ka menduar lëvizja Besa për t'i tërhequr këta shqiptarë, t'i angazhojë dhe t'ju japi besimin? Jo shtyre shumë besimi shqiptarëve me partitë e tyre, profesorët e tyre. Okej, ma jep një përgjigje shpejt apo shkojmë publicitet dhe ma jep një gjë? Ma thuaj. E vlerësoj vlerësimin e zotri Kreshnikut në lidhje me pozicionimin e lëvizjes Besa në kryeqendrën e shqiptarëve në Shkup. Një specifik tjetër e lëvizjes Besa se është subjekti i vetëm nga subjektet e re opozitarit që kanë një shtrirje gjithandej në zonat ku jetojnë shqiptarët, që nga zonat më të thella të Strugës e deri në Kumanov, gjithandej në vendbanimet ku ka edhe një shqiptar, ne kemi strukturat tona. Mirë, më duhet shkojmë publicitet, po Ilir Kulla që po na ndjek në këtë moment, edhe po t'ishte në Shqipëri dhe në Tiranë, mund t'ishte edhe i pranishëm në studio, më thot, me këtë opozit, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi janë edhe 20 vjet Tiranë pushtet. Kështu është mendimi i Kullës. Ndoshta një përgjigje pas, duhet shkojmë publicitet, rikthehemi një herë më pas. Jemi rikthyer për të vazhduar debatin. Kreshnik, kishe një tezë që nuk ta lash dot ta diskutojmë. Kam një tezë që është thelbi në tërësi që mua më vjen keq që e kam konstatim, e kam me shumë dhimbje që e them, ndoshta nuk duhet dali nga goja e kuqezinjve dhe e Kreshnikut kjo, po është një fakt, është një realitet. Liderët shqiptar në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë, në qeverisja apo në opozit, kanë treguar dhe po tregojnë profil më të ullët politik, diplomatik, profesional, institucional në raport me armiqtë e tyre në thonjza, kundërshtarët e tyre fqinj, që do të thotë liderët shqiptar në pushtet, Ali Ahmeti, tregon një profil shumë më të ullët se sa Gruevski, politik, diplomatik, profesional. Liderët opozitar në Maqedoni tregojnë një profil pak më të ullët se Zaevi. Liderët politik qeveritar, Hashim Thaçi, ka profil shumë më të ullët, shumë më pak diplomatik dhe politik profesional se Vučići. Edi Rama në Tiranë e ka shumë më të ullët politik profesional aftësinë se sa Ciprasi në Athinë. Dhe në thelbin e vetë, keni dëgjuar ndonjëherë që fqinjët tanë, grekët, maqedonësit apo serbët, ta bëjnë këtë që bëjnë shqiptarët, që ta akuzojnë një kolegun e tyre dhe thonë, ky është spioni shqiptarëve, ky merr para apo punon për agjenturat shqiptare. Kur nuk e bëjnë ata. Sa ata janë lider më dinjitoz në mbrojtje të interesave të maqedonësve, të serbëve apo të grekëve. Dhe ne duhet marrim shembull nga mënyra se si ata e mbrojnë interesat e kombit tyre. Ne lëm shumë për të dëshiruar. Ne kemi frymën e urrëties dhe të përçarjes në thelbin ton. Ne jemi të gatshëm të punojmë me Hasmin, me Shkean, siç tha Bilali, por me njëri tjetrin jo. Të jeni të bindur që këtë ne e bëjmë në Tiranë, këtë e bëjmë në Prishtinë, këtë e bëjmë në Shkup. Shikoni sinteza dhe analiza e asaj rezumeje që ju bët në fillimin e vet, zjarr në Prishtinë, ty me flak,
zjarë në Tiranë, në rrugë rrethohet tani në këto momente e ke presidencën e Ivanove të rrethuar dhe të treja kryeqytetet janë ty me flak dhe ne shqiptarët nuk arrim dot të gjejmë gjuhën e harmonisë dhe komunikimit. Dhe kjo është femra akimit problematika që ne kemi me njëri tjetrin. Keni një analizë, keni një përgjigje për këtë? Ne vjemi në shërbim të kundërshtarit, të armikut, të fqinjit, po me njëri tjetrin nuk bashkëpunojmë. Ky është problem shumë i madh. E dini çfarë ndodhi, se po kthehem, ju e dini shumë mirë që unë jam nga të vetmit lider politik që jam non grata në Maqedoni, në Shkup. Nuk lejohem që ty në Shkup se ka një flet arresti. Dhe ka vetëm se kam dalë në miting në Manastir dhe kam kritikuar Ali Ahmetin. Dhe sot vazhdon rezumeja përsëritet, Prishtina ka shpall non grata, lider dhe përfaqësues politik të vetëvendosjes. Shqiptarët kanë arritur deri aty sa të shpallin non grata shqiptarët. Ne mund të pranojmë modelin që Shkupit shpalli non grata si shpalli Kreshnik Spahiun, apo si shpalla Afina personalitetet shqiptare vetëm se mbrojnë të drejtat e çanëve. Po është e papranueshme që ne të mbrim deri në pikën kur të shpallim non grata dhe të pa dëshiruar njëri tjetrin. Dhe kjo po na ndodh për ditë. Ky është një realitet i hidhur që ne na bën inferior përballë kombeve të tjera në Ballkan. Më lejoni një sqarim edhe këtu sa i përket tezës që e parashtroi Kreshniku. Edhe këtu lëvizja Besa është një risi, një vlerë e re tek shqiptarët e Maqedonisë që besoj se do të reflektojë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, pamosje në modest. Shkaku se lëvizja Besa nuk është subjekt apo lëvizje e dal nga pozicioni i autoriteti i një lideri. Në këtë rast, kryetari i lëvizjes Besa është një kryetar në detyrë i zgjedhur nga iniciuesit apo themeluesit e kësaj lëvizje. Do të thonë, është një iniciativë e rinisë intelektuale të shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët bashkërisht vendosëm që Bilal Kasami të jetë në krye të këtij subjekti apo kësaj lëvizje politike. Se këtu na fillojnë problemet, dhe mas mandatit parë duam një të dytë, të tretë dhe sikën më pas. Me statut e kemi të reguluar që 2 mandate. 2 mandate. Dhe mbaron këtu. Të zjasin nga 4 vjetë. Nga 4 vjetë. Prandaj këtu vlerësoj veçanërisht, ja ku iku një dekadë. Veçanërisht duhet të potencoj situatën e Maqedonisë, ku ne kemi mekanizma institucional për kapjen e liderve apo leadershipit të shqiptarëve të Maqedonisë, institucione apo mekanizma të ndërtuar ndër dekada, dhe kjo bën që çdo lider i shqiptarëve të Maqedonisë, kur të vi momenti kritik edhe përkundër faktit se shqiptarët e Maqedonisë si në Kosovë edhe në Shqipëri janë populli më pro-amerikan dhe më pro-europian, kur vin sot të realizohet agenda amerikane apo agenda ruse, leadershipi i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe PDSH-s vendohen në anën e agendave ruse në Maqedoni dhe në Ballkan. Prandaj, kjo determinon që shqiptarët, veçanërisht në Maqedoni, në këto rrethana, të kenë një strukturë pak më të gjerë të menaxhimit me proceset politike, sesa një lider i cili shumë lehtë është i lëndueshëm dhe i kapshëm nga institucionet shtetërore. Tezën e Kreshnikut. Që do të thosha, vetëm do të kemi parasysh, nuk mund t'ja kërkojmë dot shqiptarëve të Maqedonisë apo mbas edhe Kosovës, se sa duhet t'ja kërkojmë shqiptarëve të Shqipërisë. Për mua, dështimin kryesor e kemi ne. Le të jemi objektiv. Ne Shqipëria, Tirana. Ne Shqipërisë, pra. Shqipëria nuk ka ditur akoma, nuk ka një politikë të qartë me shqiptarët të integrohet dhe të arritit të krijojë kanalet e komunikimit, urat e bashkëpunimit, duke filluar fillimisht që nga pjesa intelektuale. Kemi folur kaq shumë për lidhjet akademike, për lidhjen shkencore, për lidhjet e formave të tjera të cilat janë forma sociale duke përfshirë dhe sportin, dhe kemi dështuar. Pra, dhe kur ne këtu nuk arrim të gjejmë një kohezion social, kur ne këtu akoma nuk kemi vendosur të mirat e këtij vendi mbi gjithçka, çfarë mund të presim nga një pjesë e shqiptarëve të Maqedonisë që janë në një kurth jashtëzakonshëm, duke filluar me shërbimet sekrete, duke filluar me diskriminimin që u bët, qoftë me arsimin, qoftë me aksesin e institucionet publike, unë nuk e di, akoma me sa diu në presidencë nuk ka asnjë punonjës shqiptar. Numri shqiptarëve të angazhuar në institucionet publike atje është në role qesharake, dhe këto parti politike shqiptare që kanë arritur të kenë kontroll në institucionet publike të Maqedonisë, kanë qenë tërësisht në baza nepotike dhe në baza, le të themi, komplet jo meritokracie. Në këtë kontekst, mendoj që roli i Shqipërisë nuk ka qenë ai që duhet, dhe mbase duhet fillojmë të kërkojmë vetes. Në këtë aspekt e shoh lëvizjen Besa, që është mbase
tur për ne këthe, që po del një lëvizje shqiptar model, që ka një mundësi të ndodhe kjo. Ashtë vështirë dhe të le themi kompleks dhe dalin disa shqiptar me qaset deri diku intelektuale nga shoqëria civile dhe bën një përpjekje dhe në një vit kohë arrin mbushin një shesh me 50.000 vetë. Nuk është e vogël kjo. Dhe kjo është ajo që... Po dhe sheshi nuk është treguesi madh. Unë jam e bindur që vota në fund, e cila shpresojnë të mos deformohet dhe të mos keni probleme në procesin zgjedhor, është treguesi reali i forcës së. Është real nëse do të ishte meritokraci. Nëse vidhe nuk është real. Po kjo është alibi tani që nuk i shpëtojmë dot kësaj historisë së vjedhjeve. Jo, ka treguar që në Maqedoni zgjedhjet kanë probleme theksuare. Kjo ndodhet edhe në Shqipëri. A ke një analizë tënde pse ne shqiptarët, atë që tha dhe Krishniku, jemi kaq ndarë me njëri tjetrin, jemi gati të bashkëpunojmë me armikun më të madh tonin dhe mes veti nuk arrim të bëjmë. Unë mendoj që kemi një kompleks. Shqiptarët kanë një kompleks në marrëdhënien me veten, me identitetin e tyre, janë ende të paqartë. Duhet sparit kenë një qartësi mbi interesat e shtetit të tyre. Vetë fakti që ne jemi të përqarë dhe të polarizuar, do më thonë, ne akoma nuk i ndjejmë shqiptarët e Maqedonisë si shqiptarët e Shqipërisë, nuk i ndjejmë si vetvetja, po të Kosovës, po ata të Malit Zi, dhe të pjesës që është akoma në Serbi, apo qoftë dhe shqiptarët në Çamëri. Në këtë kontekst, kemi atë stereotipin dhe kompleksin se ndërkombëtarët do të shohin në këtë lloj tezash Shqipërinë e madhe. Ne duhet të sqarojmë që ne mund të jetojmë shumë mirë dhe si faktor stabiliteti dhe kështu si jemi, por duhet të gjejmë le themi format e komunikimit dhe duhet jemi original, nuk duhet jemi arkaik dhe nuk duhet i përdorim për kredo politike. Komunikimit me Prishtinë, Tiranë, Shkup? Prishtinë, Tiranë, Shkup mund gjetën forma... Po Tiranë njerë, pa. Pikrish pra, do të Tirana ka dështuar që të prodhoj një projekt kombëtar kështu si që jemi geografikisht. Ka dështuar. Ne nuk kemi një universitet bar shqiptar, për shumë minimale. Për shumë, ne nuk kemi universitet i cili do t'imblithë gjithë shqiptarët në një vend. Një universitet që mund të bëjë Prizreni, për shumë. Që do t'imblithë intelektualet që do të artikulonin teza. Jemi të pa qartë dhe me komplekset që kemi me Sërbët, me Maqedonasit, dhe në marrëdhënie ndërkombëtare dhe nuk japim përpjekje dhe nuk kemi bashkërëndim të forcave më të mira tonat. Forcat tona më të mira janë, le të themi, shumë pragmatiste. Po, Bilen? Melioni që nuk edhe sa jam i thirrur për të diskutuar situatën politike këtu në Shqipëri edhe në Kosovë. Flasim për shqiptarët në rajon. Ke marrë pak vëmendje më shumë që nëse është hera e parë që jeni. Po flasim për Maqedoninë. Edhe ky është dallimi tjetër i lëvizjes Besa. Shkaku se ashtu siç u përmend edhe nga Fabiani, më thonë bëhet fjalë për një subjekt politik ku mesatari është diku rreth të 30-tave të iniciuesve, themeluesve dhe atyre të cilët janë bartës të proceseve politike në lëvizjen Besa. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton që për herë të parë në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë po futet një rini intelektuale e shkolluar në qendrat europiane dhe e cila nuk e ka kompleksin karshi fqinjve tanë Maqedonas, sepse të gjithë të tjerët më të vjetrit në politik, gjithmonë kanë qenë në suazat të shtypjes sistemore të cilën e kemi pasur ne si shqiptarë. Dhe sot kemi një rini intelektuale e cila Maqedonësit nuk i sheh si zot të shtetit të Maqedonisë, por i sheh si bashkëqytetar të tyre dhe si ata me të cilët duhet bashkërisht të qeverisim shtetin e quajtur Maqedoni. Prandaj vlerësoj se shembulli i lëvizjes Besa me shqiptarët e Maqedonisë, ku kemi një elitë të re intelektuale e cila futet në politikë, mund të jetë një shembull i mirë edhe për Kosovën edhe Shqipërinë, sepse vetëm një elitë e re intelektuale të cilët kanë mendsinë e demokracive të zhvilluara europiane, pse jo edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të shkëputur nga e kaluara ku dominonte elementi slav, elementi lindor në Ballkan, mendoj se është një mundësi e mirë që shqiptarët në Ballkan të faktorizojnë gjithnjë më shumë. Krishnik, se kisha shumë pyetje për Besën. Nëse ka një gjë për tu nënvizuar, po e dëgjoj me shumë vëmendje ideologjinë dhe platformën e lëvizjes Besa dhe besoj që ka një gjë për tu nënvizuar që ata deklarojnë përfundimisht pro agjendës amerikane në Maqedoni, duke hedhur poshtë gjitha akuzat e tjera për ndikime të shteteve tjera tek lëvizja Besa. Jo, pra ato do t'i pyes drejt për drejtë. Nuk do lëm ta nënkuptojmë. Sigurisht që ne si një lëvizje kuqezi do na vinte mirë që t'ishte Tirana po aq e forca Washingtoni dhe t'ishte ajo avokatja e mbrojtjeve të drejtave dhe shqiptarët në Maqedoni të ndiqnin agjendën e Tiranës, ashtu si që ndjekin serbët e Kosovës, ndjekin atë të Beogradit, ashtu si që ndjekin serbët e Malit Zi atë të Beogradit, ashtu si ndjekin serbët e Bosnjës atë të Beogradit,
Ne si Tiranë nuk kemi kthyer dot në qendër gravitetin dhe unë ndaj këtu të njëjtin perceptim dhe opinion me Fabianin për këto arsye. Ne nuk kemi mundur të përgatitemi si një shtet ku të bëjmë të qarta disa definicione të drejtave të shqiptarëve. Shteti shqiptar nuk është kthyer dot në një shtet am që mbron të drejtat e shqiptarëve në trojet e veta etnike dhe përtej saj. Dhe sot po të pyesësh, sot ne kemi një Tiranë zyrtare që nuk di të bëjë dallimin e minoritetit me kombin shtet formuz. Dhe 99% të teleshikuesve po t'i pyesësh sot, ku ndryshon minoriteti me kombin shtet formuz, nuk din të ta bëjnë. Për fajt të mentalitetit shqiptar, dhe është ajo që thot Fabiani, që jo vetëm që nuk kemi një universitet përbashkët shqiptar, kombëtar, po ne nuk kemi mbledhje të qeverive të Prishtinës dhe Tiranës. Ne nuk kemi një National Bank që të mbledhin gjithë paranë e shqiptarëve. Po përafrojmë tekstet. Ne nuk kemi një akademi shqiptare që të kemi një strategji mbar kombëtare, po kemi një Recep Qose që bi fyllit në Prishtinë, kemi disa akademi këtu në Tiranë, disa atje në Tetov, që të gjithë kur nuk janë mbledhur do që të përcaktojnë ku do jenë shqiptarët pas 50 vjetësh. Po pa, do jep të zëti kompleksit nacionalist të bashkimit shqiptarëve. Dhe çfarë ndodh? Gjë e tillë. Jo, se ka kompleks, pra ne nuk ndodhin këto gjëra. Dhe kompleksi është i asaj Shqipërisë madhe të cilën e kanë qinjetanë në rajon. Ore, agjent të Serbisë madhe e ka dhe Serbia. Agent të Greqisë madhe e ka dhe Athina. Po, nuk ka partnerët amerikanë që të thonë nuk të lejojmë ta bësh të. Agent i Bullgarisë madhe ka edhe Sofia, që të jep pasaporta ty shqiptarëve, marrin nga 2000 pasaporta shqiptarët në veri të Shqipërisë marrin pasaporta bullgare. Po nuk e kanë kompleksin kundër njëri tjetrit. Dhe çfarë ndodh sot? Ndodh që Tirana hesht, le të themi, kur ndodh zajednica në Kosovë, do thoni ju ç'lidhje ka, po. Ka shumë lidhje dhe lidhje të madhe. Sepse zajednica ndodh për shkak të agjendës Beogradit, dhe jo për shkak agjendës së Brukselit dhe të Washingtonit. Dhe për shkak të presionit të Beogradit. Tirana hesht. Për shkak presionit Beogradit krijohet komuniteti federativ i komunave në Kosovë. Dhe nuk kemi një Tiranë që të thotë, stop, në qoftë se do ketë zajednicë në Kosovë. Ta bëjmë dhe një zajednicë në Maqedoni, ku të gjithë komunat shqiptare, Tetov, Strug, Gostivar, Kërqov, të japim një lloj autonomie, buxhet në vete, dhe të bëjmë një zajednicë në Serbi. Se do i thonë në shtet tjetër ai, pse flet do i thonin Tiranës? Shtet tjetër është dhe Beogradi në raport me Kosovën. Kosova është e pavarur. Se Beogradi ndërhyn tek drejtat e serbëve atje, janë 5%. Pra, Vučići për 5% të serbëve në Kosovë diktohet Washingtonit dhe Brukselit. Pse Tirana zyrtare nuk i diktohet Maqedonisë për 45% shqiptar në Maqedoni. Dhe rrin këta si peshku pa ujë, rrin si fëmijë tim, sepse s'ka kush t'i mbrojë. Dhe thot ky i shkreti që jemi me agjendën e Washingtonit, Brukselit, Romës e tjerë e tjerë. Po ti ke Tiranë, mëse je shqiptar, këta s'janë Amerikanë. Ta detyrohen shkreti. Mos i thuaj i shkretit. Jo. Unë e shpreh në formë keqardhje dashamirësie, sepse i ndjej këta të vetmuar. Nuk ka një Tiranë të fortë, nuk ka një shtet, një nën të fortë, diplomatike, politike, që t'i mbrojë të drejtat e tyre. Dhe burimi i zezave vjen nga Tirana. Ilva, do të thosha, nëse Bilal një sekond. E di kush është problemi jon, Ilva, pse Tirana është kaq e dobët apo pse shqiptarët? Ne jemi pjesa e cila nuk e duam vendin ton, ose në gjithë Ballkanin. Flasim në gjithë Ballkanin, pjesa shqiptare është pjesa më korruptuar me statistika. Pra të arrin serbët, pas gjithë asaj lufte, të arrin maqedonasit që kanë rreth 30-40% shqiptarë atje, të arrin të jenë më mirë se ne në parametrat në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, është e tmerrshme. Në klimën e biznesit, Maqedonia. Në gjitha të probleme, klima e biznesit është më e mirë se Shqipëria. E dyta, në parametrat e universitetit, arrin Universiteti Beogradit të jetë të 400-500 universitetet më të mira të botës. Pra vjen nga lufta, po flasim. Pra këto janë disa indikatorë që në të vërtet tregojnë se ky është problemi vërtet që kemi ne. Dhe ky është vërtet ai që ne duhet konceptojmë si identiteti kombëtar. Ta duam vendin ton me të tilla parametra, jo me parametra nacionalist dhe fantashencë, duke përmendur të sloganet e mëdha. Është kaq e thjeshtë. Të luftojmë korrupsionin, të ngrejmë prestigjin ton nëpërmjet dijes, shkencës
moralit dhe integritetit duke ofruar stabilitet në Ballkan. Vetëm atëherë do t'jemi peshë e vërtet, por duke integruar gjithë pjesën shqiptare. Sepse historikisht shqiptarët kanë qenë pjesë e stabilitetit në Ballkan. Vlerësoj se këtu ka dy çështje të cilat tregojnë realitetin e shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo mungesë e një strategjie mbarkombëtare që vjen nga shteti shqiptar, nga shteti mam, to 25 vite të vetmuar nën thuaç diktaturën apo diktatin e pushtetasve, pushtetmbajtësve Maqedonas dhe në anën tjetër ne kemi një pushtet Maqedonas të cilët nuk janë të gatshëm që ta ndajnë pushtetin me shqiptar dhe po ndodh në Maqedoni rënje klasike e shtetit, rënje klasike e institucioneve të shtetit. Dhe këto di specifika e bëjnë që shqiptarët e Maqedonisë, intelektualët përmes lëvizjes Besa ta marrin fatin në duart e tyre dhe tani më të organizohemi me një subjekt të vetëm politik i cili këto di elemente do t'i marrë parasysh se Maqedonasit kanë humbur ndjenjen e ndërtimit të një shteti të së drejtës, ndërtimit të institucioneve të cilat do të jenë institucione të drejta për gjithë qytetarët pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike dhe kombëtare. Prandaj, shqiptarët e Maqedonisë, unë po tregoj një optimizëm ndoshta edhe të theksuar që e ardhmja e Maqedonisë ju takon shqiptarëve, pa marrë parasysh se sa në këtë drejtim do të kemi përkrahjen e Tiranës zyrtare që unë vlerësoj se gjithnjë më shumë, po rritet kjo përkrahje edhe nga Tirana edhe nga Kosova, por tani më shqiptarët e Maqedonisë janë faktor edhe në aspektin demografik, por edhe në aspekt të ngritjes së tyre intelektuale ku sot kemi 2 universitete në gjuhën shqipe dhe siç e përmenda kemi intelektual të ngritur, të përgatitur në qendrat europiane dhe amerikane. Prandaj shqiptarët e Maqedonisë më janë të organizuar dhe tani e tutje ata do të jenë faktor jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë. Siguroni Maqedoninë njerë në zgjedhjet e pastaj flasim për faktorët e tjerë. Kam pyetje direkte se më vinë shumë po na ndjekin zoti Kasami sepse Besa më sa duket ka një lloj kurioziteti. Ku ndryshon retorika juaj ndaj mënyrës se si komunikon dhe si ka folur gjatë këtyre viteve në Maqedoni Ali Ahmeti apo Mendu Thaçi? Fyerje, sharje, kritika, teori konspirative. Ku ndryshoni ju? Dhe a do keni gjetur mënyra, do t'i drejtoheni veçanërisht do ta përthithni ju rinin shqiptare në Maqedoni? Është një e veçantë e lëvizjes Besa që për herë të parë, lëvizja Besa nuk ka një themi ligjërim të ndryshëm kur takohet me faktorin ndërkombëtar, kur takohet me pushtetarët Maqedonas dhe kur vjen këtu në Tiranë apo në Prishtinë. Lidershipi i lëvizjes Besa ka një vizion të qartë se çfarë don me shqiptarët e Maqedonisë dhe çfarë don me Maqedoninë. Lëvizja Besa ka ofruar një ridefinim të shtetit të Maqedonisë, një ridefinim që nënkupton që një herë për gjithmonë ky shtet duhet të definohet që nga fillimi si një shtet i barabartë i 2 popujve më të mëdhenj që jetojnë këtu, shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe kjo nënkupton se tani më shqiptarët përmes lëvizjes Besa do të ofrojnë që ky shtet të mos jetë një shtet i cili do të vinë në këtë situatë në cilën e pru lidershipi Maqedonas, e pru Gruevski, duke i kapur të gjithë institucionet e shtetit. Shqiptarët tani më do të jenë garantues të drejtave edhe të tyre, po edhe të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në këtë vend, veçmas atyre jo Maqedonas. Prandaj lëvizja Besa me dalje në skenën politike ofron këtë mënyrë të re të mendësisë politike përmes të cilës ne vlerësojmë se Maqedonia... Kjo mund t'jetë mënyrë e re, po është mënyrë e pamundur paktën për kushtet aktuale dhe për ata që janë tërëjës që negociojnë për Maqedoni. Situata politike në Maqedoni, ku ka rënë shteti, ku gjithmonë e më shumë, po ndëgjohen zërat se kjo strukturë pushtetmbajtëse dhe kjo mendësi politike tek Maqedonasit veçanërisht e theksuar tek partia Maqedonase VMRO DPMN është e pamundur që shteti Maqedonisë të funksionojë si një shtet normal. Çfarë alternative tjetër keni përveç marrëveshjes së Ohrit? Oferta jonë është ridefinimi, që nënkupton Maqedonia duhet të ridefinohet si një marrëveshje mes 2 popujve më të mëdhenj, Maqedonasit dhe shqiptarët, një ridefinim që nënkupton se shteti do të funksionojë mbi bazën e një konsenzusi të përgjithshëm mes
gjithë qytetarëve të këtij vendi veçmas mes dy popujve më të mëdhenj, mes dy komuniteteve më të mëdha maqedonasve dhe shqiptarëve. Dhe vetëm kështu do të pamundësohet që të krijohen diktatorë, siç është rasti i Gruevskit, sepse sot të gjithë institucionet më të rëndësishme në Maqedoni janë të kapura nga kryetari i VMRO-s, i cili më herët ishte edhe kryeministri i këtij vendi, dhe që është më tragjike edhe shqiptarët, edhe partia shqiptare në pushtet dhe në opozit, po del përmes incizimeve se janë të kapura nga kjo strukturë e partisë maqedonase në pushtet. Prandaj ne ofrojmë që kjo mos t'i ndodhë Maqedonisë. Sot Maqedonia funksionon nga marrëveshje në marrëveshje. Ne kishim vitin 2001 marrëveshjen e Ohrit. Ne kemi në vitin 2014 marrëveshjen e Përzhinës. Me thonë, Maqedonisë çdo 10 vite i përsëriten marrëveshje dhe çdo 10 vite Maqedonia vin në buzë të greminës. Nga shkaku se Maqedonasit, lidershipi intelektualët Maqedonas, lidershipi politik Maqedonas, nuk janë të gatshëm që të bashkëqeverisin me shqiptarët. Në anën tjetër, kemi një komunitet shqiptar, kemi një elitë të re intelektuale shqiptare që nuk pajtohet me pozicionin nënçmues të cilin ja ofrojnë Maqedonasit. Prandaj, Maqedonia o do të definohet si një shtet i të dy komuniteteve shqiptarëve dhe maqedonasve, ose çdo 10 vite do të vi buzë greminës dhe çdo 10 vite do të duhet intervenimi i faktorit ndërkombëtar që të arrihet një marrëveshje dhe të fillojë. Po ju duhen vota, ju duhet jeni në parlament, ju duhet jeni në qeveri që të bëni këtë definimin. Spare. Do t'i fitojmë. Do të shohim. Atëherë, shiko, zoti Kasevi, mua më pëlqen e gjitha ajo që the, por nuk mund të them dot që më duket prap retorik. Si do të ridimensiononi, si do të arrini ju të ridimensiononi një konsensus me Maqedonasit kur nuk gjeni dot me shqiptarët? Pra, a nuk do të fillonte me një ridimensionim, konfigurim të pjesës shqiptare, pra të argjoni më shumë energji se si të arrini të motivoni atë pjesë shqiptare që përbën shumicën dhe ju jep ju votat e dura, të paktën mbi 19 vende në parlament, që t'ju japi, le të themi, kredon për të negociuar me Maqedonasit? Si e mendoni këtë? Po. Vlerësoj se shqiptarët e Maqedonisë në momente kritike kanë ditur të vlerësojnë dhe t'ja japin votën një opsioni i cili ka qenë opsion në momentin opsion më i mirë për shqiptarët. Dhe kjo ndodhi në vitet e 90-a me Partinë për Prosperitet Demokratik dhe kjo ndodhi në vitin 2002 me Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilat edhe përkundër faktin, më thënë që nisën nga zero, arriten për një kohë shumë të shkurt që të jenë zëri i shqiptarëve të Maqedonisë dhe të fitojnë shumicë dominante të votave të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe kjo do të ndodhë edhe në zgjedhjet e ardhshme me Lëvizjen Besa, sepse pritja në teren, optimizmi i ringjallur tek populata shqiptare në Maqedoni është e theksuar dhe Lëvizja Besa është forca e vetme opozitare e cila ka rikthyer shpresën e shqiptarëve të Maqedonisë, duke ashtuar kësaj edhe intensitetin e angazhimeve të Lëvizjes Besa për ngritjen e bllokut opozitar përmes Këshillit Opozitar. Dhe sot në Këshillin Opozitar, si që përmenda, ku jeni vetëm ju? Nuk jemi vetëm ne. Është edhe partia tjetër për Prosperitet Demokratik, partia më e vjetër e shqiptarëve të Maqedonisë, ati janë, si që përmenda, dhe mbi 20 shoqata jo qeveritare NGO, ati janë mbi 30 intelektual, të cilët janë zëri i kritik i shqiptarëve të Maqedonisë, dhe kjo e bën atë strumbullarin, e bën atë boshtin rreth të cilit do të ofrohen të gjithë forcat progresive në Maqedoni. Këtu, ne jemi në kontakte intenzive edhe me RDK-n, edhe me zotëri Zjadinin dhe ne vazhdojmë përmes Këshillit Opozitar që të jemi të hapur për variacionet e një bashkëpunimi të mundur. Po në radhët e Partisë Maqedonase, me kë jeni më afër? Tek Partitë Maqedonase nuk kemi ndonjë preferencë, shkaku se ne vlerësojmë se fillimisht duhet të faktorizohemi ne si shqiptar. Ne duhet fillimisht të kemi, ashtu si që përmend, votat zërin ton në parlament, që pastaj të ulemi përmes kësaj force, përmes kësaj potence politike, të bisedojmë me faktorin politik Maqedonas. Po ashtu si shpondodhin zhvillimet e fundit në Maqedoni, po del që Partia Maqedonase në pushtet me liderin saj Nikola Gruevski, as që janë të gatshëm që të ulen të bashkëbisedojnë me subjekte të
autonome në këtë rast lëvizja Besa, sepse ata kanë në kuadër të bashkëpunimit të tyre di partit tjera shqiptare, BDI dhe PDSH, të cilat nuk janë, edhe pse deklaron si të tillë, nuk janë partner të koalicionit, por janë shërbëtor të tyre. Prandaj, ne vlerësojmë se të gjithë subjektet politike maqedonase, të cilat janë të gatshme, do të shprehin gatishmëri, që të ulen me shqiptarët të bisedojnë për ridefinimin e shtetit të Maqedonisë, një ridefinim që nënkupton një marrëveshje për të ardhmen në Maqedonisë, ne jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë. Kam një blok tjetër publicitar, kur të kthehemi do ta zgjerojmë pak gamën, do të flasim për shqiptarët dhe problematikën jo vetëm me Maqedoninë dhe jo vetëm me Besën. Rikthehemi pas pak. Po flasim për shqiptarët në rajon me fokus shqiptarët në Maqedoni për shkak edhe të zgjedhjeve të realitetit të ri që është atje. Zoti Kasami, lëvizja Besa thuhet se ka një qasje politiko-fetare. A mendoni se ja u dëmton imazhin e shqiptarëve atje? Dhe a janë të vërteta zërat që thuhen se Besa ka lidhje dhe mbështetet nga Erdogani? Kjo është një shpikje e kulluar e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët duke e parë se çdo ditë më shumë po e humbin për krajin e shqiptarëve të Maqedonisë, po dalin me një shpifje të tillë. Asgjë ka të bëj, shqiptarët e Maqedonisë kanë një realitet tjetër të bindjeve të tyre fetare dhe kombëtare nëse i krahasojmë me Shqipërinë dhe Kosovën, dhe ajo ka ndodhur që çka ka ndodhur që Bashkimi Demokratik për Integrim, lideri i tyre dhe më jepni përgjigje për Besën, mos më jepni përgjigje për Bashkimin. Lideri i opozitës së deri tanishme shqiptare kanë manipuluar në ekstrem me ndjenjat fetare të shqiptarëve të Maqedonisë. Për herë të parë në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë po paraqitet një subjekt politik i cili mbi të gjitha artikulon çështjen kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë probleme fetare. Shqiptarët e Maqedonisë kanë probleme të theksuara kombëtare. Edhe sot e kësaj dite ne nuk kemi të drejtë të përdorim gjuhën shqipe. Mund ta imagjinoni në mes të Shkupit shqiptarët e Maqedonisë duhet të mësojnë fëmijët tanë, nxënësit tanë duhet të mësojnë me gjuhën maqedonse. Nuk po pyes shqiptarët në këtë moment të gjithë, po ju pyes ju. Çfarë lidhje ka Besa me ndikimet fetare dhe me Erdoganin? Asnjë farë lidhje. Lëvizja Besa... Cili është besimi fetar që mbizotëron tek përfaqësuesi i lëvizjes Besa? Duhet të dallojmë bindjet individuale të çdo antari të lëvizjes Besa dhe të një subjekti politik dhe orientimin politik apo agjendën politike. Nuk fshehemi. Ato shkojnë bashkë pastaj, nuk janë kaq të shkëputura sa e shikoni. Domethënë, ka të bëjë me orientimin islam apo islamist, siç dikush tenton ta tregoj, dhe atë përkatësinë islame të dikujt. Unë asnjë kam problem të tregoj se jam musliman, por kjo nuk është agjenda ime politike. Lëvizja Besa ka agjend kombëtare në Maqedoni që t'i zgjidh një herë për gjithmonë problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Sa i përket bashkëpunimit me Erdoganin, shqiptarët gjithandej, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, kanë një bashkëpunim shumë të mirë me Turqinë si një partner rajonal, ashtu siç u përmend edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një partner global. Por ne duhet të kemi parasysh edhe këtë, se përderisa çdo ditë e më shumë funksionarë të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim vrapojnë rrugëve të kancelarive të Turqisë për të kërkuar financime të projekteve të tyre, ata tani dalin me një tezë se lëvizja Besa qenë ka lëvizje pro-erdoganistit që nuk qëndron as pak. Lëvizja Besa është një lëvizje autoktone, autonome e shqiptarëve të Maqedonisë dhe ka një dallim shumë të rëndësishëm. Lëvizja Besa nuk është si një lëvizje e dalur nga lëvizjet të mëhershme politike që lidhen me LPK-n në Kosovë që ishte, por lëvizja Besa është si një refleksion i situatës kritike të shqiptarëve të Maqedonisë. Zoti Kasami, kur thoni që Erdogani ka mbështetje në rajon, ka këtu, ka në Kosovë, ka dhe në Maqedoni, ka dhe tek Besa me sa duket. Çfarë nuk kuptoni me këtë mbështetje? A keni marrë ju fonde që janë të lidhura pranë presidentit aktual të Turqisë? Kur përmenda, domethënë, bashkëpunimin e Turqisë, përmenda bashkëpunimin institucional të Turqisë me Shqipërinë, me shtetin shqiptar dhe me Kosovën. Dhe këtu duhet të theksojmë se sot në Maqedoni Turqia ka bashkëpunim të theksuar me institucionet e Maqedonisë, shumë më shumë me institucionet të udhëhequra nga maqedonasit se që ka me shqiptarët. Prandaj, ne nuk as që futemi dhe as që duam të futemi në këto relacione
të Turqisë me shtetet balkanike. Por, ajo që duhem të theksojmë, se orientimi i lëvizjes BESA është orientim europian dhe amerikan dhe fondet e lëvizjes BESA vinë nga antarësia lëvizjes BESA, vinë nga afarist të cilët janë të shantazhuar edhe nga shqiptarët, pushtetarët shqiptar, edhe nga institucionet maqedonase. Fondet e lëvizjes BESA vinë edhe nga diaspora, e din Kreshniku më mirë se diaspora, dominant diaspora shqiptare në Europë është vjen me prijardhje nga Maqedonia dhe këta janë ata të cilët përkrahin pa rezerv iniciativën e lëvizjes BESA dhe asgjë ka mundësi që një subjekt politik i regjistruar konform ligjeve të Maqedonisë të ketë fonde të tjera jashtë atyre. Duhet ta kemi parasysh që në Maqedoni ka edhe ligj për financim të partive politike. Jashtë ligjit për parti politike kemi një ligj të veçantë, ku janë shumë të precizuara normat ligjore se si mund të financohet një subjekt politik. Pra nuk qëndrojnë pretendimet se BESA është një lëvizje radikale fetare? Në asnjë moment se e potencoj problemet e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë probleme fetare. Nuk ka problem që sot të ndërtosh një xhami ku të duash, pa edhe në Shkup, çdo ditë më shumë ndërtohen xhami, çdo ditë më shumë krijohen institucione të cilat bëjnë edukimin fetar të komunitetit musliman atje, po është problem që sot të flasish në gjuhën shqipe. Në Shkup, Tetov, a mund ta imagjinoni që në Tetov që dominohet nga komuniteti shqiptar mbi 80%, sot kur ju qasesh institucioneve duhet ju qasesh në gjuhën maqedonase. A mund ta imagjinoni di ministra shqiptar në komunikimin zyrtar të tyre duhet të flasin në gjuhën maqedonase. Kjo nuk është problem fetar, kjo është një problem esencial kombëtar i joni atje. Prandaj, kjo është thjesht një shpifje e cila vjen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e parë se shqiptarët e Maqedonisë po përkrajnë lëvizjen BESA dhe me vetmin qëllim që të krijoj një rezervë nga Tirana zyrtare dhe nga diplomacitë perëndimore. Nëse do të ishte vetëm shpifje, nuk do të kishte shqetësim nga kancelaritë perëndimore, si nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Washingtoni. Nuk ka shqetësime të tilla, ne kemi pasur takime me gjithë përfaqësitë diplomatike. Takimi fundit imi ka qenë në zirat e lëvizjes BESA me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara atje Jace Bailey dhe ne jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe të afërt me gjithë përfaqësitë diplomatike të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtu duhet të potencoj edhe diçka. U përmend rasti i Vesel Mehmetit. Ai ka shpifur gjithandej se ka një rezervë të tillë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo e detyroi që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup të kërkojë një takim me lëvizjen BESA para kamerave, para publikut në zyrat e lëvizjes BESA, që të tregoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada amerikane në Shkup, asgjë ka edhe rezervën më të vogël karshi lëvizjes BESA. Nëse s'ke pyetje më se ka Kreshniku, ka ndonjë shumë çuditërisht shumë më tepër i qetë duke dëgjuar se sa zakonisht protagonizmi që karakterizon. Kam diçka edhe për audiencën qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë Maqedoni. Është, besoj që është përsëri tipike shqiptare që kemi një huq të keq që gjykojmë dhe akuzojmë opozitën dhe sapo lindurit. Çfarëdo mëkatesh të ketë bërë Bilali, lëvizja BESA, vetvendosja, ku diun, lëvizje të tjera opozitare pafund, përgjegjësinë për mëkatet i kanë ata që qeverisin. Ajo çfarë duhet të shqetësoj shqiptarët janë që si ka mundësi ata që drejtojnë sot Shkupin, Prishtinën, qoftë dhe Tiranën, nga njerëz thjesht sot janë milionerët e Ballkanit. Si ka mundësi Ali Ahmeti, po ta shikosh është më i ri sot se para 20 vjeç. I ka ndryshuar fytyra, faqja, i zbardhur, njeri i cili tani është një bajraktar, njeri i fuqishëm. Është rritur mirëqenia për llogaritet që s'ka 100 milion, po i ka gjysmat. Apo Hashim Thaçi. Shiko Hashim Thaçin para 25 vitesh, kur ka qenë në gjimnaz. Po dhe ju para 25 vitesh nuk keni qenë kjo që jeni sot. Jo, e ke gabim. Unë jam një njeri lindur në Tiranë, i cili kam qenë shumë i mirë mbajtur dhe të më krahasosh me gjithë pjesën e politikës shqiptare, kam qenë ky që jam sot, pa pasur post, pa pasur funksion dhe dihen mirë gjithë aktivitetet dhe veprimtaria ime private, e parë. E dyta,
ajo çfarë ne mund të na shqetësoj sot, janë ata të cilët punojnë me paret e Gruevskit, Vučićit, Beogradit, Shkupit. Ata të cilët grabisin çdo ditë pasuritë kombëtare të shqiptarëve. Ata të cilët zhvasin çdo ditë. Dhe sot ne kemi 3 kryeqytetet më të korruptuara në Europë. Atë siç theksoi Fabiani. Në çdo indeks të perceptimit të korrupsionit global, këto janë 3 kryeqytetet më të korruptuara. Dhe pjesë e përgjegjësisë padyshim janë shqiptarët. Janë shqiptarët të cilët kanë qeverisur këto shtete. Dhe është e papranueshme që ne të kthehemi në thënien e Konicës 100 vite më përpara, që po shave grekët që ke pagu nga turqit, po shave turqit je pagu nga grekët, po s'fole as për grekët dhe për turqit, pas ke marrë pare për të dyve. Ky mentaliteti fliqur shqiptar duhet marrë i fund një herë për gjithmonë ndaj akuzave që bën ndaj njerëzve që s'ka pas përgjegjësi. Dhe këtë nuk e them fare për Bilalin, as për Timur, se s'ka nevojë, por është hera parë që takohem me këtë. Qëndrimin politik e kam tërësisht pro opozitës shqiptare atje. Këto kritika, këto këshilla, sugjerime që ja them Bilalit, ja kam thënë Rufiut, ja kam thënë Ziadinit, ja kam thënë Veselit, ja kam thënë të gjithë liderëve opozitar shqiptar, të cilët në blok duhet votojnë për një opozitë të re, duhet votojnë kundër liderëve politik të korruptuar shqiptar dhe Maqedonas, sepse ajo që ka nevojë sot politika shqiptare në të 3 kryeqytetet është ndryshimi i elitave. Ne nuk mund të kemi lider të përjetshëm, sepse ne shqiptarët gjithmonë e kapim trenin me vonesë. Ne jemi kombi që shpallim pavarësinë të fundit në Europë dhe në Ballkan. Krijojmë shtetin e fundit. Ne çlirohemi të fundit. Ne zbëjmë komunizmin të fundit. Ne hymë të fundit në Europë. Çdo gjë e bëjmë të fundit. Edhe ndryshimin e dinosaurëve e bëjmë të fundit. Po pse çfarë kanë grekët më shumë se ne? Që e nxorën pasokun. Po ata nga fundi e bën kur arritën në fund. Kur kapitulloi shteti. Çfarë kanë serbët që i ndryshojnë elitat politike? Pra, ne duhet marrim pak shembull dhe nga fqinjët tanë, edhe për patriotizmin e tyre. Se shpeshherë flasim për patriotizëm, po veç patriotizëm nuk kemi. Se kemi një urrëti ndaj njëri tjetrit të papar. Baltosje maksimale. Më shumë baltosim një fidan të ri, se sa një dinosaur të vjetër të cilit është i larë me flori. Shikoni se si qelbet erë, elita e vjetër politike shqiptare, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, është e pafalshme. Dhe këtë ne duhet kërkojmë llogari. Ne sot kemi një kryeministër i cili është në Washington. Po hajde të vë një bastun pa ndodh takimi me Obamën. Do thot një gjysmë fjale për 45% shqiptarë që jetojnë në Maqedoni, po e vë bastin politik përpara se të ndodh agenda. Që gjysmë fjale, sa as nuk i kërcet fare. Gjithë mediat apo gjithë propaganda është që do siguroj një mandat të dytë politik apo jo. Pra do jetë dhe njëherë kryeministër apo jo, vetëm kaq u kërcet këtyre. Nuk ju kërcet fare as për shqiptarët e Maqedonisë, as për të shqiptarët e Shqipërisë, as për të Maletzi, mos hym te Lugina Preshevës që të shkretët ata. Edhe abetarit dhe librat ja u kthyn mbrapsht dhe u harruan gjithë premtimet që u dhanë përpara një viti. Hikin si që merr era, i premtojnë 50.000 euro si me qenë kombëtarja për një gol në futboll dhe ato 50.000 euro nuk ja japim. Ne jemi qesharak në çdo gjë. Bëjmë takimin e dy qeverive, e bëjmë vetëm një herë për zhurmë. 2 herë. Po, 2 herë e bëjmë, edhe ato 2 herë që e bëjmë me fabula qesharake. Shkojmë në Ulqin, flasim për Kosovën. Shkojmë Kosovë me taku Rrugovën, e marrin vesh Rrugova ka vdek. Shkojnë të kërkojnë takime Ramush Haradinën, e marrin vesh atje që është në Burg. Shkojnë Kosovë dhe kërkojnë të vizitojnë Kumanovën, në Kosovë marrin vesh e Kumanova është Maqedoni. Ne kemi realitete shumë të hidhura. Njerëz cilët nuk njohin historinë, gjeografinë, interesat kombëtare. Ne kemi probleme fundamentale, të cilat duhet ulemi. Po të pyesë sot, a ka një studim për të drejtat e shqiptarëve apo të ardhmen e territoreve shqiptare? A kemi ne një akademi shkencash e cila të ketë studuar
a fitojnë apo humbin shqiptarët nga kombimi. Ka një studim Amerikan që në 2020 shqiptarët do jenë faktori i rëndësishëm. Prap themi të studimi Amerikanë, kupton? Studimi Amerikanë, që në 2020 do jetë faktor shumë i rëndësishëm në rajon. Shpresoj të jetë stabiliteti. Po të pyesë sot, Ali Ahmetin, Mendu Thaçin, Hashim Thaçin, këtë Isa Mustafën, Edi Ramën, apo gjithë liderët politikë, ti thuash fitojmë apo humbim ne nga këmbimi territoreve. Se mund dali Beogradi dhe Shkupi thot, hajde këmbejmë territoreve. Pat një iniciativë të tillë, 2001. Dhe mendoni ju që këta janë të përgatitur thonë që këmbejmë apo nuk këmbejmë? Fitojmë apo humbim? Nuk e di ti të mua bëj nuk debati më intereson që po apo jo, po dua të di, a jemi ne të përgatitur që po, kemi ne një program që mbas 5, 10, 15 apo 50 vjetësh, nëse Beogradi me Shkupin na thonë, hajde këmbejmë territoret, ju tokat tuaja, ne tokat tona, jeni të gatshëm apo jo? Jeni të sigurt që nuk janë të gatshëm. Sot ti thot Beogradi, këta janë si pyka në diell, të pa përgatitur tërësisht sepse ecin me një politikë dite. Nuk i intereson asgjë përveç se pasurisë dhe karrikës politike, dhe këta shmangin dialogun, këta shmangin transparencën, këta monopolizojnë çdo gjë. Media detyrohet, po përdor fjalën përsëri shkretit, Vite Ora News, se jam i sigurt që nuk i hapet media atje. Jam i sigurt që ky s'ka hapësirë as Bilali, as opozita shqiptare të komunikojë me elektoratin atje, se elektorati është po turm, po manipulohet. Atje çfarë nuk bëhet? Atje kanë shtu 200.000 votues, nuk i pastrojnë listat e zgjedhësve. Atje çdo gjë bëhet. Janë detyruar të dorëzojnë 10 milion përgjime telefonike, që nuk ju kanë dalë. Orgjie, çdo gjë tjetër, para, çdo gjë e bëjnë. Të gjitha i bëjnë. Në sondazhe fiton imoraliteti dhe çfarë ndodh? Ndodh se përsëri kontrollojnë mediat, përsëri kontrollojnë mekanizmin elektoral, përsëri kontrollojnë paran, përsëri kontrollojnë ekonominë, përsëri arrin të përçajnë shqiptarët dhe kanë një mekanizëm tërësisht sundues, të cilën nuk është fare shpresdhënës, i cili të heq mundësinë që çdo lloj individi, çdo lloj lëvizje, çdo lloj nisme, të lulëzoj, mbetet përsëri gonxhe, nuk arrin dot të shpërthej. Nuk arrin do të shpërthej dhe ndodh pastaj siç ndodh në Ulqin. 20.000 banor kanë bërë 18 parti. 1 në 2 familje ka një parti në Ulqin. Janë bërë shqiptarët e Malizit qesharak dhe arrin pafundësisht na përçajnë në të gjitha trevat. Ke diçka se do më thuaj tani se do të thos. Unë vlerësoj se tek shqiptarët e Maqedonisë është një realiteti tjetër shoqëror. E përmenda më herët po e përsëris. Atje shqiptarët janë të gatshëm dhe po përkrahin iniciativat e reja. Dhe kjo ka ndodhur vazhdimisht. Edhe tani, sondazhet të cilat janë për momentin tregojnë një realitet se Maqedonia, qytetarët janë të kapur nga institucionet shtetërore në forma të ndryshme, përmes shantazhimeve, bizneseve, përmes përgjimeve, përmes administratës shtetërore ku çdo i dyti, shqiptarët, i treti, më thonë, ka shpresë se mund të punësohet në administratën shtetërore dhe gjithë kjo bën që në deklarimet të cilat i bajnë ata përmes sondazheve të mos tregojnë... Deklarojnë në favor të qeverisë. Ajo që ka ndodhur se, u përmend këtu se, në Maqedoni, në vazhdimsi, në këto vitet e fundit, shqiptarët nuk dalin më shumë se 40% në zgjedhje. Dhe një pjesë e madhe e tyre as që dalin të votojnë. Dhe tani më, me lëvizjen Besa, këta të pa përcaktuar, po përcaktohen dhe këta do të bëjnë diferencën që ne shpresojmë se lëvizja Besa do tjetë një surprizë e mirë për shqiptarët e Maqedonisë. Krishnik, ky këmbimi i territoreve është shpallje lufte praktikisht. Ndërkohë që... Nuk fola për shkëmbim territoresh me luftë. Po me paqe nuk bëhet ai. Po përcaktimi kufi. Se do bjerë dakord realisht Beogradi hajde i ndron. Po ka një vizion që e thot Tirana, e thot Prishtina, është integrimi në Bruksel, bashkimi në Bruksel, bashkimi virtuale. Dhe ju mendoni që do ndodh, a? Jo, po them, kjo është vizione, dhe nuk e ka sfiduar askush deri tani. Po, në radhë parë, po ju flas me një gjuhë diplomatike. Kjo që sa po them ishte ai diplomatike. Jo, kjo që po them është super diplomatike. Kjo që do thuash tani, se ajo që them më parë nuk ishte diplomatike. Jo, është diplomatike sepse kufit përcaktohet me marrëveshje, me konsensus. Dhe kur 2 apo 3 shtete... Dhe është bërë shumë e qartë nga partnerët që nuk bëhet fjalë për ndryshim kufish. Se kur nuk ndodhin 2001 me çfarë po ndodhen në Maqedoni, nuk ndodh tani. Unë hova një tezë hipotetike. Unë hova tezë hipotetike. Po marr për shembull një tezë hipotetike mund të jetë. Integrimi ne takohemi në Bruksel. Një tezë hipotetike mund të jetë që nëse Beogradi thotë që më jepni 3 komuna minoriteti serb, t'ju jap
Lugin e Preshevës, Bujanopsin, Medvegjen. Jemi të gatshëm ne? Themi po ose jo? Ore, letë jemi të gatshëm të themi jo. Pa i kemi bërë llogarit që... E kemi bërë këtë diskutim. A është bërë diskutim apo e kemi përgjigjet momentit? Këtë kam. Kupton, kjo ishte diskutim. Tani të vit tek pyetja në cilën e kishit për... Bashkimin Bruxelles. Po, për Bruxelles. Takohemi në Bruxelles. A mendoni ju që Gjermania do t'jetë dakord që shqiptarët kenë 2 vota e gjysë dhe ata t'jenë 1 në Bruxelles, në Parlament Evropian? Do e ketë bërë të llogari Gjermania se po e mbështet integrimin e Shqipërisë. Unë kam një pyetje, ja kam bërë shumë diplomatëve gjerman dhe kur ja kam bërë, sigurisht që kanë qeshur me të madhe, sepse ata ende nuk e mendojnë antarësimin. As Shqipërisë, as Kosovës, as Maqedonisë. Me që më pyete, po të marrë përgjigje. Jo, do të them që mbasi mendoj që nuk do ketë Bashkimi Evropian mbasi sa vitesh, po. Sot në optikën e europianëve, ama pyete. Në qoftë se pyet një europian, a është francez, a është danez, a është gjerman, dhe i pyet që sa vota mendon do jenë shqiptarët në BE, ata do thonë, më shpejt mendojmë shpërbërjen e BE-s, se sa antarësimin e Tiranës, Shkupit dhe Prishtinës. Dhe për këtë ja u them me realitet. Euroskepticizmi sot është më i lartë se sa zemërgjërsia që Tirana, Prishtina dhe Shkupi t'jenë pjesë e BE-s. Dhe t'jeni të bindur që patriotët apo nacionalistët, apo në gjuhën diplomatike euroskeptikët, nuk mund të tolerojnë kur 3 vota shqiptare në Bashkimin Evropian dhe në Parlamentin Evropian. Sepse, t'jeni të bindur ata do i konvergoj më mirë diplomatikisht t'jemi 1 shtet, se sa t'jemi 2 shtete e gjysë apo 3 shtete. Dhe kjo është një logjik shumë e thjeshtë që çdo europian nuk do i konvergonte që shqiptarët ishin të veçuar në Bashkimin Evropian. Prandaj, ka 2 faktorë. O BE-ja shpërbëhet përpara se të hyjë Tirana, Prishtina dhe Shkupi, ose Tirana dhe Prishtina do t'jenë 1 vot kur të hyjnë në BE. Pra do t'jenë të bashkuara. T'jeni të bindur për këtë. Sot me politikat e zgjerimit... Kë besoni si opsion më shumë? Jo, po të pyes, kë nga këto shpërbërjen e BE-s, me politikat e zgjerimit, me aktet terroriste, me situatën e emigrantëve dhe me gjithë rrethanat e reja politike në BE, kushtet dhe standardet e zgjerimit sa vine forcohen dhe gjithmonë ne i largohemi antarësimit në BE, që do të thotë sot minimalisht ne mund të pretendojmë pas 20 viteve t'jemi pjesë e BE-s. Ky është afati më optimist për shqiptarët për qenë pjesë e BE-s. Unë jam nga ata që gjykoj që do të ketë rrethana tjera të cilat do na largojnë më shumë. Vetëm një shembull të vogël, Podgorica u nda nga Beogradi, dhe nuk ndodhi ndonjë gjë e madhe, po vazhdojnë negociatat madje për Bashkimin Evropian. Për që ndonjë shqetësim të madh për këto 2 shtetet që votojnë, nuk më duket që mund të ketë Gjermania, për më tepër që aty nuk votohet me numër shtetesh, votohet me numër popullsie që eurodeputetet e kështu me radhë. Ju e shikoni Podgoricën shpejt pjesë të Bashkimit Evropian? Për momentin është përpara Tiranës. Është përpara Tiranës, por unë mendoj që edhe Podgorica është shumë larg. Ndonse ju keni një drejt, sepse edhe Vučić Beogradi, edhe Đukanović u ftuan në shtëpi të bardhë përpara Tiranës dhe Edi Ramës. Mirë, okej, kjo është një tregu si mundshëm. Fabian, për gjithë to që thamë deri tani. Pra, rruga për Bruxelles duhet filloj nga rruga e cila s'pari në intereson në shqiptarëve dhe s'dyti intereson në ndërkombëtarëve që stabilitetin Ballkan. Ajo rrugë është lufta kundër korrupsionit. Ju shikoni që ka një vendosmëri fatmirësisht për shqiptarët. Ky është, unë do të thosha, një shans i dytë pas çlirimit të Kosovës. Që faktori ndërkombëtar po imponohet gati për te çdo lloj qasje diplomatike që ka pasur përpara për luftën kundër korrupsionit. Pra Ballkani u rikthye edhe një herë në qendër të vëmendjes pas çështjes së Ukrainës dhe këtë herë ndonse herën e parë, le të themi, ndërkombëtarët e shikuan Ballkanin si diçka i cili do të konfigurohej në mënyrë natyrale, por u pa që nëse do ja lindte këtyre elitave politike të cilat tashmë janë diskredituar dhe cilat janë konsumuar nga korrupsioni, nuk do të zgjidhet. Për këtë arsye janë imponuar në mënyrë shumë të fortë dhe në këtë aspekt Shqipëria është prapë e fundit.
Serbia ka filluar procesin e reformimit gjyqësorit, goditjes korrupsionit, Maqedonia, Kroacia që sigurisht ka dhënë shenja shumë pozitive, Maqedonia gjithashtu me prokurorinë speciale, Shqipëria akoma është në diskutim dhe do të vazhdojë edhe në diskutim në lidhje me reformën e gjyqësorit, sepse ka akoma probleme. Dhe në këtë kontekst unë do të thosha që hapi më i madh patriotik ose nëse do ta quanim një moment historik për shqiptarët, dhe mbase edhe lëvizja Besa mund të jetë një shembull shumë mirë në këtë drejtim, është lufta pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Shqiptarët fatkeqësisht janë ndër faktorët më të ndjeshëm në krimin organizuar në Europë dhe qoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst, paqja dhe stabiliteti në Ballkan, Europa e sheh nëpërmjet këtyre dy kritereve dhe ata i kanë nënvizuar në mënyrë të qartë, pa luftë ndaj korrupsionit. Vetë ambasadori amerikan shprehu për herë të parë e nënvizoi që lufta ndaj korrupsionit gjyqësor do të kërkojë politikanë të ri. Ishte një mesazh, mendoj nuk ka më qartë se aq, i cili determinon dhe jep idenë që dhe Shqipëri duhet fillojë fytyra të reja në politik, fytyra të palidhura me të shkuarën dhe të pakapura, se ndryshe le të themi elita e vjetër politike ka zënë rrënjë dhe ka kapur institucionet të rëndësishme, cilat e bëjnë shumë të vështirë ndryshimin dhe atë që tham transferimin e elitave. Korrupsioni është komunizmi i ri, thoshte The Economist, për sa i takon influencës Putin në rajon. Kështu që me sa duket është një problem që ata po e marrin shumë seriozisht. Thoshte që Putini po luan dhe kartën e terrorizmit. Domethënë ka shumë karta që Putini luan dhe hedh, dhe në këto karta dhe këto agenda në Ballkan dhe shqiptarët janë pjesë. Unë doja në fakt të bëj një pyetje përfaqësuesit lëvizjes Besa, kush është agenda e tyre në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Duke qenë se Maqedonia është një përgjigju për atë specifikisht sipas e kemi. Vlerësoj se Maqedonia është fatkeqësisht pak më përpara në drejtim të këtyre zhvillimeve shoqërore që ndodhin në Shqipëri në Kosovë, sepse për momentin në Maqedoni ka rënë shteti. Për momentin në Maqedoni kanë rënë të gjithë institucionet shtetërore, të cilat kanë qenë të kapura nga elitat, nga një grup, ne i themi një familje e politikanëve të vëmërot dhe vëmënes, të cilët edhe në aspektin, me thënë, familjar janë të lidhur me zveti, dhe sot në Maqedoni ka një situatë kur presidenti i shtetit amniston të gjithë strukturën funksionarët e partisë në pushtet, të cilët kanë hetime nga prokuroria speciale për korrupsion të hatashëm, për korrupsion milionësh. Ne kemi projekte në Maqedoni të cilat afrohen dikun të rreth 1 miliard euro, si që është Shkupi, 2015, si që është akset rrugore nga Kërqova deri në Struk dhe nga Shkupi deri në Shtip, ku në bazë të inqizimeve po del se korrupsioni është milionësh. Vetëm nga një nga këto projekte, kryeministri del i përgjuar të thotë se do të marrë vetëm 10% të shumës projektit që ka vlerën 35 milion euro. Mund të imagjinoni. Pas ka marrë shumë 10%. Sa kanë marrë nga projekte tjera. Prandaj, po del se sot Maqedonia e ballafaquar me prokurorinë speciale, kryetari i shtetit detirohet nga këta persona të fuqishëm, mund të them të plot fuqishëm, që ta detyrojnë, që t'i amnestojnë të gjithë në blok. Prandaj, sot në Maqedoni, o do të falimentoj shteti përfundimisht, ose do t'i rikthehet agendës europiane ku të gjithë ata të cilët janë të kapur, të gjithë ata të cilët janë të incizuar, për të cilët ka fakte të pamohueshme, se kanë vjedhur shtetin, kanë vjedhur financat publike, duhet të dalin para drejtësisë dhe t'i jepet mundësia një elite të re, të pakorruptuar, një rritet intelektualesh edhe tek shqiptarët, edhe tek maqedonësit. Ka një fragment të cilën realisht meriton të ndalemi, sepse është shumë i ngjashëm, është shumë i dukshëm në Maqedoni, por është shqetësues dhe besoj që ka një lloj analogjie edhe me Tiranën dhe me Prishtinën, pra edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Ka një dështim dhe lëvizje të dëshpëruara të faktorit ndërkombëtar, qoftë aty europian, qoftë amerikan, po ta shikojmë kohët e fundit, në lidhje me zërat që të largojnë elitat e vjetra politike dhe udhëheqësit e korruptuar nëpërmjet nxjerrjes së dosjeve korruptive, përgjimeve, pasurive,
dosjeve të ndryshme. Kjo po ndodh në mënyrë të ngjashme, po ndodh dukshëm me nxjerrjen e përgjimeve në Maqedoni, po ndodh dukshëm edhe me gjykatën speciale në Kosovë, apo tentativën për gjykatë speciale në Maqedoni, dhe përpjekjet tani për të ngritur FBI-n apo Byron e Hetimit në Tiranë. Pra lëvizjet janë tërësisht ngjashme në të tre kryeqytetet. Maqedonia është më parë. Por pse po ndodh? Po sigurisht, Maqedonia është më përpara. Keni presidentin që ja u rregullon këto. Por pse po ndodh kjo? Po ta vëmë re. Kjo është një lëvizje e dëshpëruar qoftë e Brukselit, qoftë e Washingtonit, sepse ata kanë dështuar me procesin e votimit. Pra, nuk po arrin do të pastrojnë elitat politike dhe korrupsionin me votën e popullit. Populli, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, shkon voton përsëri ftyrat më të korruptuara dhe surretrit e vjetër të politikës. Tani popullit ç'ti bëjmë? Dhe alibia që e kanë fajnë sa ta blejnë median e përdorin e lavazh. Sepse edhe kjo s'qëndron. Fillimisht Perëndimi gaboi. Mendoi që rreziku për rajonin ishte nacionalizmi. Tani janë kthyer tezës tjetër, që rreziku n'është patriotizmi dhe nacionalizmi, por rreziku është banditizmi, kriminalizmi. Sepse këta që u tregun servil, këta sot janë më anti-amerikanët, më anti-europianët. Atyre ju intereson vetëm xhepi vet. Janë pasuruar aq shumë, sa ata janë të gatshëm të blejnë dhe gjysmën e diplomacisë. Po ndodh kjo në Shkup. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim vajton natë ditë për Amerikë dhe Europë dhe dy raste kemi ku ai ka realizuar agendën slave dhe agendën maqedonase në Maqedoni. Me 24 shkurt, kur duhet të prolongohen zgjedhjet deri në realizimin e të gjithë, apo përmbyljen e të gjithë rasteve korruptive, ai ja dha besën liderit Maqedonas Gruevskit se zgjedhjet do të bëhen me 5 qershor. Dhe sot ai deklaron se zgjedhjet do të bëhen me 5 qershor me apo pa opozitën maqedonase dhe shqiptare. E cila kërkon një shtyre. Kur të kthejmë nga publiciteti mas herë pa këtë. Mos u largoni. Zgjedhjet e 5 qershorit, zoti Kasame, pse është kundër opozita? Shkaku se në Maqedoni janë të kapura gjithë institucionet. Në Maqedoni gjithësori s'është i pavarur, nuk është gjithësor, po është gjithësor partijak. Shkaku se mediat në Maqedoni janë të kapura tërësisht, veçanërisht ata në gjuhën maqedonase. Në gjuhën shqipe, po të mos jetë një dritare, kjo Tirana, mediat, të cilat janë shumë të zhvilluara, unë e përgëzoj, të cilat ndoshta janë një shembull pozitiv që vjen nga Tirana edhe për Ballkanin, në Maqedoni kanë rënë institucionet, gjykata kushtetuese, ndron ligjin ku ja mundëson kryetarit të shtetit që të mund të falë personat pedofil, që të mund të falë personat që kanë abuzuar me zgjedhjet, që të mund të falë terroristë dhe gjithçka. Dhe sot, në fakt, një ditë më herët, kryetari i shtetit e shfrytëzoi në mënyrën më të keqe, bëri një presedant që s'ka ndodhur më herët në Maqedoni, që fali dikund mbi 30 funksionar të VMRO-s të cilat ishin në procedurë hetimore dhe parahetimore nga prokuroria speciale, dhe sot Maqedonia nuk është e gatshme për zgjedhjet e 5 qershorit, sepse ne kemi një listë të papastruar zgjedhore ku ka mbi 200.000, sipas disa përllogaritjeve, dhe 300.000 votues fantom, të cilat kushteti i shfrytëzon. Data 5 qershor është negociuar me Brukselin, ka rënë dakord opozita? Jo, nuk është negociuar me Brukselin, sepse me 24 shkurt, Bashkimi Demokratik për Integrim solli një procedurë parlamentare, ligjin që pa konsultim me opozitën, solli që zgjedhjet bashkëpunim me VMRO do përmendin që zgjedhjet janë me 5 qershor. Dhe çfarë kërkoni ju? Ishte thirrje marrëveshjes përgjithshme. Nëse do t'ja u dëgjojnë kërkesën, se besoj se do t'jetë vështirë ta ndroni datën, po çfarë kërkoni idealisht? Ne kërkojmë që të krijohen parakushte për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, që nënkupton media të lira, që nënkupton. Po media të lira në 2 muaj, as në 3 muaj nuk ndodhin. Po këtu është çështja. Se çfarë kërkoni realisht? Media të lira është dhe si koncept para abstrakt. Në Maqedoni nuk mund të ketë zgjedhje për 1 muaj apo 2. Këtu është më shumë se kaq. Në Maqedoni duhet fillimisht të rikthehet kredibiliteti institucioneve shtetërore. Në Maqedoni duhet të pastrohet gjyqësori. Në Maqedoni duhet të pastrohet lista zgjedhore, të largohet mundësia pushtetit që kur të dojë të futë vota fantome në kutitë e votimit. Kërkon vit. Nuk besoj se është çështje. Për ne nuk është me rëndësi kur, për ne është me rëndësi. Jeni gatshëm të rini me qeveri teknike derisa të bëhet gati kushte. Lëvizja Besa para një viti kërkoi qeveri ekspertësh.
që nënkupton se Maqedonisë i duhen së paku 2 vite që të stabilizojë sistemin. Besa nuk është ende vendimarrëse në Shkup, nuk është se merr pjesë kur merren këto vendime të rëndësishme. Tani çfarë do bëni në këto kushte? Do hyni në zgjedhjen 5 qershor nëse nuk ndrohet data? Nëse nuk krijon kushte për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, lëvizja Besa do të bjerë vendim në Këshillin Qendror, që është institucioni vendimarrës për punën e daljes në zgjedhje, se nuk do dalë në zgjedhje me 5 qershor. Fabian. Unë do ta pyesja edhe për diçka tjetër. Kam idenë që partitë shqiptare kanë dhe një kartë morale goxha të komprometuar. Në vitin 2010, Komisioni i Ilustracionit pezulloi të gjithë hapjen e dosjeve. Dhe mendohet që këtu të ketë pas një ndikim shumë të rëndësishëm të partive më të fuqishme shqiptare. Ju pse nuk e keni artikuluar dhe këtë kartë dhe kërkuar që këto dosje të hapen, derisa këtu po hapen dhe incizime banale? Po, më lejoni që të potencoj se në vitin 2015 një ndër platformat të cilat i ofroi lëvizja Besa ishte edhe platforma edhe shqiptarët pa hipoteka. Dhe kjo nënkuptonte se të gjithë dosjet, të gjithë kapjet, të gjithë hipotekat, të cilat i kishin funksionarët shqiptar, kërshi funksionarëve Maqedonas, kërshi institucioneve Maqedonase, duhej një herë për gjithmonë që të zbulohen, që të publikohen, që të shohim se cilët janë pushtetarët tanë të cilët i ka votuar populli shqiptar në Maqedoni, dhe kur ta shoh këtë, se cilët janë të kapur, cilët kanë dosje në Beograd dhe në Shkup, cilët kanë dosje të incizimeve ku ka shantazhime të ndryshme, dhe atëherë ne do të jemi më të lirë, shqiptarët e Maqedonisë do të kenë një mundësi që të përzgjedhin mes më të mirëve, jo të përzgjedhin mes të keqes më të vogël, e cila ka qenë deri tani, sepse ka pasur të përzgjedhin mes Ali Ahmetit dhe mendu thashit, të cilët dolin nga përgjimet se janë që të dy në shërbim të Sasho Mjalkovit dhe Nikola Gruevskit. Sa po ka dalë një raport Departamentit Amerikan të Shtetit për Drejtat e Njeriut në 2015 dhe thuhet se problem madhor, po ndiqni me titrat e Radio Televizionit Ora News, problem madhor është korrupsioni. Sa po e prekëm si temë fakte dhe me sa duket është kryefjalë e këtij raporti të sa po publikuar. Për Shqipërinë. Dgjoj. Besoj që Washingtoni ditë veproi dhe është një mesazh një ditë 24 orë përpara takimit në Shtëpitë e Bardhë, i cili po keqpërdoret pafundësisht dhe në mënyrë jo transparente. Qartazi, le të themi, kur Vučić ka vizituar Washingtonin, agenda e Vučić ka qenë transparente një muaj më parë, në minuta, orë, derë ku do shkoj. Sot asnjë shqiptar nuk e dinte agendën përpara se kryeministri shqiptar të shkonte atje, dhe është një vizitë e cila dukshëm do jetë një fotografi që do përdoret për të marrë një mandat të dytë. Nga ana tjetër, siç shihet që edhe Shkupi dhe Tirana janë përballë zgjedhjeve dhe sfidave të reja. Besoj që do ketë tentativa që të kemi deja vu dhe të kemi të njëjtën fotografi të rezultateve zgjedhore. Shqiptarët Maqedoni duhet shikojnë të gjitha opsionet. Nëse ata nuk arrin dot të bashkohen në një front opozitar, mbar shqiptar, do duhet shikojnë të mbajnë të hapur edhe opsionin e një bojkoti popullor. Pra, nëse do të kemi një opozit si Zajevi i cili nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, pra, nëse kemi një pjesë të maqedonësve që refuzon atë pushtet, si mund ta pranojnë shqiptarët, se kjo është një çmenduri, domethënë. Atëherë shqiptarët duhet i thresin ndërgjegjës dhe t'i vendosin ata politikanë të korruptuar përballë përgjegjësisë, larg kutive të votimit. Që Maqedonia të shkojë përballë një lëvizje radikale, një lëvizje të ndryshme dhe të thellë, vetëm ta bërë. Dhe nga ana tjetër, e njëjta situatë do ndodhë në Tiranë, sepse ka dështime të dukshme të Washingtonit dhe të Brukselit, qoftë në Shkup, qoftë në Tiranë. Nuk po arrin do të çojnë në pranga asnjë pushtetar të lartë, po ju dështojnë të gjithë tentativat, le të themi, flitet për një byro hetimi, për një FBI në Tiranë. Po e din shqiptarët që ka 10 vjet vepron një task force asistuar nga amerikanët dhe FBI-ja në Tiranë. Task force është ngritur me tamtame të mëdha, me grupe ekspertësh nga Ministria e Financave, policia, pastrimi parave, prokuroria, oficerët policisë gjyqësore, asistohen nga programi OBDAT me oficerë të FBI-s në Tiranë. Po kemi këtë realitet, korrupcion brenda sistemit drejtësisë sot dashi,
pandëshkueshmëria problem serioz. Dhe e njëjta situatë është si në Tiranë dhe në Shkup. Kemi dështim për t'i pastruar me votë, se këta blejnë votën, kontrollojnë listat e zgjedhësve, kontrollojnë mediat, kontrollojnë biznesin, dhe nga ana tjetër kontrollojnë dhe mekanizmin e sistemit. Dhe tani janë përpjekje të dëshpëruara për të vendosur mekanizmet ma filtrus. Çfarë ndodh në Maqedoni? I fut një amnistie ai dhe me ligj, jo gjykatë speciale, po çdo prokurori apo gjykatë tjetër nuk mundet më t'i hetojë dhe gjykojë se parashkruhen si vepra ato. Ato fshihen, nuk quhen më krime. Dhe asnjë zyrtar në Maqedoni nuk mund shkojë para drejtësisë. Më lejoni që të potencoj se bojkotin. Po të vendos lëvizja Besa dhe që edhe zyrtarisht se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit nëse pushteti insiston deri në fund që të shkojë, ne nuk do të kemi një vendim pasiv. Vendimi jonë do të jetë shumë aktiv dhe ne do të jemi gjithandej ku janë shqiptarët që t'ju tregojmë se nuk kanë për çka të votojnë dhe nuk kanë përse të votojnë. Ne do ta bëjmë të pamundur që këta pushtetarë edhe një herë të keqpërdorin votën e shqiptarëve. Pa marrë parasysh a dalim zgjedhje apo nuk dalim në zgjedhje. Keni komunikim me Zaevin për një bashkëpunim të mundshëm në front të bojkotit? Kemi bashkëpunim, kemi pasur edhe takim zyrtar dhe ne jemi në bashkërëndim të aktiviteteve sa i përket situatës së rëndë të cilën gjendet Maqedonia dhe për të cilën ka të bëjmë me interesin e përbashkët të opozitës gjithë qytetarë andej shqiptare dhe maqedonase. Ja, dëshiroja që me aq qetësi sa tha për bashkëpunimin me Zaevin Bilavi, ta gjente edhe me atë qetësi forcën, durimin për të bashkëpunuar me Fadilin, me Veselin, me Rufin, me Selën, sepse sa do gabimet kanë bërë, i madhi falë. Dhe unë do dëshiroja që ju t'ishit i madhi, po të toleronit, por hir të interesave shqiptare dhe kombëtare. Seriozisht, ja u them sepse do futeni në histori, nëse do gjeni një koalicion të gjerë dhe do i shtrini dorën njëri tjetrit. T'jeni të bindur që shumë njerëz do ju duartrokasin dhe do duartrokasin për hir të madhështisë që ju do t'i shtrini dorën atyre dhe nuk do ju shikojnë si gjeni mundësinë për dialoguar ashtu si dialogoni me Zaevin. Përsëris, problemi i bashkimit nuk qëndron në anë e lëvizjes Besa. Lëvizja Besa do ta bëjë të pamundurën dhe punon që të ndodhë një bashkim i tillë. Por, derisa kemi deklarim publik të Vesel Mehmetit se është kundër bashkëpunimit me lëvizjen Besa, më thonë këtu nuk ka hapësirë, derisa ai nuk ndron këtë qëndrim. Të thënë publikisht, nuk kemi si të negociojmë. Në të njëjtën pozicion gjendet edhe Zjadin Sele, i cili vazhdon aleancën jo me Fadil Zendelin, i cili është pro bashkëpunimit me lëvizjen Besa, por vazhdon aleancën me Vesel Mehmetin. Prandaj nuk qëndron, ne jemi, ja e zbuloj edhe sot nga Tirana, nesër unë kam takim me Gëzim Ostrenin, kryetarin e Unitetit. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me gjithë spektrin opozitar dhe do ta bëjmë të pamundurën që shqiptarët në Maqedoni të kenë një opozitë të bashkuar. Por, derisa kemi lider të cilët dalin publikisht dhe thonë se ne nuk duam të bashkëpunojmë me Besën, këtu ne jemi të pafuqishëm të bëjmë diçka. Unë doja në fakt t'i kthesh edhe një herë asaj që sapo that raporti Dashit. Shikojmë që Shtetet e Bashkuara përdorin disa komunikime gati simbolike, prokurorëve që nuk ju japin vizë, përfaqësuesve të lartë politikës, cilët le të themi i gati i tallin në intervistat që japin në median amerikane shqipfolse, dhe shohim që përpara takimit të zotit Rama, shohim një nga ato bombat e Zaevit për shqiptarët, por që tani vjen nga Shtetet e Bashkuara. Që është një raport, një shuplak, jo se ne nuk e dinim. Sa po do thoya që kemi korrupsion, nuk besoj se presim të na e thotë Dashi. Për ne nuk është çudi, megjithatë për, le të themi, për komunitetin ndërkombëtar është patjetër një raport goxha serioz. Unë nuk e di se si do ndihet kryeministri shqiptar përballë këtij fakti dhe çfarë do të flasim me presidentin amerikan. Megjithatë, fakt mua më shqetëson më shumë se si do të sillet kryeministri shqiptar me ne dhe jo me presidentin amerikan. Por është fatkeqe, pak dhe mua më ligështon pa fund, dhe ne vazhdojmë të ndjemi të pa përfaqësuar, pa dignitet, edhe përballë gjithë këtij emisioni që ne bëm për patriotizmin, për bashkimin, ju kërkojmë shqiptarëve të Maqedonisë që të bashkohen, ne vazhdojmë të përçamen një korrupsion galopant.
Ja kërkojmë gjithë shqiptarëve këtu, vetëm të Maqedonisë, edhe shqiptarëve të Tiranës. Të bashkohen, të ulin, të flasin, të komunikojnë si njerëz civil të vitit 2016, të gjejnë ura bashkëpunimi për reforma të rëndësishme që ka nevojë vendi. Dhe jo vetëm këto, edhe këto raporte tani thuhet gjithashtu në dash që ndeshkojnë vetëm zyrtar nivelit urët për plotësuar ato statistikat që kemi edhe ca. Unë shpresoj që kryeministri Rama të reagojë për këtë raport, të paktën base kur flasin shoqëria civile apo flasim ne nëpër studio, base nuk na konsideron, por të paktën një raport i cili nga vetë rëndësia dhe prestigji shpresoj, derisa aty flitet për korrupsion në shëndetësi, flitet korrupsion dihet në sistemin gjyqësor, të ketë një aksion dhe një veprim për dënë një farë shprese që do të ketë një farë kthimi dhe uroj që mos ketë një karikatur në studion apo në takimin që do bëjmë Obama ashtu siç e bëri tek juve. Varet pas takimit, se besoj që takimi do ta ketë vështirë që të vizatoj diçka. Krishnik, çfarë duhet ndodhë që të ketë një pikë kthese për shqiptarët si faktor në rajon? Çfarë duhet të bëjnë vetë shqiptarët? Së pari kemi një Shqipëri të cilën nuk ngjall shpresë dhe zvoglohet dhe të kurret çdo ditë në numrin e popullsisë. A e dini që sot shqiptarët, qoftë në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Kosovë, mbajnë numrin më të lartë në emigracion. A e dini që ata shqiptarë, a e dini që shqiptarët e Maqedonisë nuk duan t'ja dëgjojnë më zërin të Tovës apo Shkupit dhe as intereson emigracion as të votojnë. Përqindjet e votimit janë shumë të vogla. Shqiptarët e Shqipërisë, gjysma e popullsisë largohen. Viti 2015 dhe fillimi 2016 kanë shënuar numrin rekord. Në Holland kaluam Sirin, pra jemi bërë kombi dhe populli më shqetësues në numrin dhe vetëm si shqiptarët Shqipërisë, se po t'i mbledhës me gjithë Maqedoninë dhe me gjithë shqiptarët e Kosovës dhe Malit Zi, absolutisht thyejmë rekorde. Dhe sot, realisht, kemi një përqindje të lartë të shqiptarëve të cilët ju është vrarë shpresa, mos harrojmë që kemi shqiptarët Kosovës të cilët thonë ç'na duhej pavarësia. E kujtojnë me nostalgji Titon dhe komunizmin. Kemi shqiptarët Shqipërisë që kujtojnë Enver Hoxhën. Kemi shqiptarët Maqedonisë që kujtojnë liderët komunistë. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe kombëtare që ndodh me ne, sepse një grush njerëzish pasurohen, nuk gjykohen, nuk largohen nga politika, sepse kanë kapur sistemin. Dhe ajo çfarë duhet ndodh sot? Duhet ndodh ajo që ndodh me kombet e tjera, ndryshimi i elitave. Nuk kanë grekët asgjë më shumë se sa shqiptarët, të cilët i japin dëshkim. Shikoni, po ke qef t'jesh katundar grek, more, po dalin fshatarët e Greqisë, bllokojnë rrugët, djegin ministrin, e kapin për flogësh ministrin, e hedhin kazan plerash, por bravo i lund, e çojnë zgjedhjet parakoshme Greqinë, po çojnë Italinë, po çojnë Serbinë. Fqinjët tanë kanë më dinjitet se ne, kurse ne kapemi pas vjetrës, na shkon amanet vota, si ka votu gjyshi, baba edhe fëmia i le amanet stërnipit. Kjo është e pafalshme. Ne shqiptarët kërkojmë të hymë në Europë, s'po kemi asgjë europiane. Jemi tërësisht anadollak. Dhe nëse ne nuk ndryshojmë mentalitet, që të hapemi, të ndryshojmë, të përqafojmë terren, mos harrojmë. Themelet e shtetit fillojnë në parlament. Çdo gjë buron mbas parlamentit. Institucionet, drejtësia, qeveria, çdo gjë është parlamenti. Nëse ne mbushim parlamentet me gangsterët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, shqiptarët flas, me gangsterë kriminal të cilët njihen për kontrabandë, për vrasje, për korrupsion. Ne s'do kemi kur të ardhme as tonën as fëmijëve tanë. Dhe ne duhet ndërgjegjësohemi që ne nuk meritojmë këto qeveri. Por ndryshe do jetë dëshpëruese nëse ne themi që ne meritojmë këta që na përfaqësojnë. Faleminderit Krishtin, se ka përfunduar koha. Më bëj një mbyllje. Çfarë ke për të në fund? Të cilën e bën lëvizja Besa për shqiptarët e Maqedonisë, që shpresoj jetë një shembull pozitiv gjithandej, që për herë të parë ne kemi kritere shumë të repta për atë se kush po futet në politikë dhe ata të cilët sot marrin pozicione kyçe në lëvizjen Besa. Mundohemi në maksimum që ata të cilët Keni formular dekriminalizimi? Ne kemi formular standarde të larta se çdo njeri i cili ka një njoll të ti në CV-n e ti nuk mund të jetë në pozicione kyçe në lëvizjen Besa. Kemi rinin më të përgatitur në aspektin etiko-moral, kemi rinin më të përgatitur në aspektin profesional në pozicione kyçe. Dhe kjo do të bëjë të mundur që shqiptarët e Maqedonisë
të jenë një refleksion, jo vetëm për Maqedoninë, po shpresoj edhe për Magjor. Keni lidhje, keni bashkëpunime vetëvendosje në Kosovë? Keni gjashmëri? Kemi pasur bashkëpunime, kemi pasur edhe kontakte, por sidoqoftë ne duhet të respektojmë karakteristikat specifikat e Maqedonisë si shtet dhe të shqiptarëve të Maqedonisë, prandaj lëvizja Besa bashkëpunimin edhe me subjekte tjera si në Shqipëri, si në Kosovë, e shesi një bashkëpunim që nënkupton fillimisht bashkëpunim me institucionet, pastaj edhe me subjektet politike. Faleminderit zoti Bilal Kasami, lëvizjes Besa të Maqedonisë, Krishnik Spahiu, Aleancës Kuqezi dhe Fabian Zhilla. Faleminderit që ishit sonte këtu dhe për këtë debat interesant për shqiptarë, për ata që duan të dëgjojnë, për ata që kanë dëshirë dhe besojnë ende se shqiptarët mund të kthehen në faktor pozitiv dhe të mos ulin kokat kur lexojnë raporte apo kur përplasen në dyert e shtetit apo në dyert e spitaleve apo aty ku kanë nevojë për shërbime nga administrata. Natën e mirë për sonte.